Tani, pikrisht në këtë qast, ndërkohë që jeni duke shikuar këtë video, një makinë robotike po lëviz ngadalë nëpër sipërfaqen e një bote tjetër. Kjo makinë peshon 935 kg, ka 6 rrota metalike të blinduara dhe mbart në vetvete instrumente shkencor ndër më të sofistikuarit që njeriu ka ndërtuar ndonjëherë për eksplorimin planetar. Quhet Perseverance dhe ka qenë duke shkelur tokën e Marsit që nga shkurti i vitit 2021. Çdo ditë dërgon të dhëna drejt tokës, çdo orë analizon gurët dhe dheun rreth saj me lazer, kamera dhe sensor kimik. Por ka një pyetje që inxhinierët dhe shkencëtarët nuk e bëjnë me zë të lartë. Kur ecin nëpër sallat e kontrollit të NASA-s, çfarë gjendet aty poshtë nën shtresat e para të kores marsiane? Bëjmë një eksperiment mendor. Imagjinoni që jeni duke qëndruar mbi sipërfaqen e Marsit me kostum hapësinor të plot dhe me aparat matës gjeologjik në dorë. Nën këmbët tuaja shtrihen shtresa guri të kuq, të tharë, të formuar miliarda vjet më parë kur planeti ishte i ri dhe aktiv. Filloni të shponi poshtë me kureshtje, 5 metra, 10, 20. Pastaj në thellësinë ku intuita juaj pret vetëm shkëmbë të ngrirë dhe akull të heshtur, instrumenti fillon të dritet dhe regjistron diçka krejtësisht të papritur. Trupi juaj thot, pamundësi. Por numrat, ata numra të ftohtë dhe të pandikueshëm, tregojnë realitet tjetër. Ky nuk është skenari trilluar nga ndonjë roman shkencor fantastik. Kjo është ajo që ndodhi realisht kur radari Marsis i montuar në anijen hapësinore Mars Express të Agjencisë Europiane të Hapësirës, filloi të skanonte thellësitë nën-toksore të Marsit. Viti ishte 2018. Ekipi i drejtuar nga Roberto Orosei i Institutit Kombëtar të Astrofizikës Italian kishte punuar me durim për të analizuar të dhënat e grumbulluara gjatë 14 viteve të funksionimit të radarit. Dhe pastaj, nën kupën akullore të polit jugor marsian, në thellësi prej rreth 20 kilometrash, instrumenti zbudoi diçka që nuk duhej të ekzistonte. Një sipërfaqe reflektive me karakteristikat elektromagnetike të ujit të lënshëm. 52 shkencëtarë ndërkombëtar lecuan raportin para botimit zyrtar. Djetra ekspert të pavarur kontrolluan llogaritjet dhe metodologjinë. Askush nuk gjeti gabim teknik. Dhe megjithatë, reagjimi i parë i komunitetit shkencor global nuk ishte gëzim i papërmbajtshëm, por mosbesimi i thellë dhe i kujdesshëm. Sepse uji i lënshëm nën sipërfaqen e Marsit nënkupton diçka shumë më madhe se gjeologji interesante. Tani le ta shikojmë paradoksin me numra konkret, sepse aty qëndron thelbi i gjithë çështjes. Atmosfera e Marsit është 160 herë më e hollë se atmosfera e Tokës. Temperatura mesatare në sipërfaqe arrin -60 gradë Celsius dhe në pole mund të bjerë deri në -125 gradë. Çdo pikë uji e vendosur mbi sipërfaqen marsiane do të avullonte ose do të ngrihej brenda sekondave. Dhe megjithatë, radari kishte matur një strukturë prej rreth 20 kilometrash gjerësi me karakteristikat fizike të ujit aktualisht të lëngshëm, të fshehur nën shtresat e akullit polar. Shkencëtarët shpjeguan se ky trup uji potencial duhej të mbahej i lëngshëm nga kripërat e tretshme dhe nga nxehtësia gjeotermike e mbetur nga brendësia e planetit. Pikrisht si liqenet në ledniciale të Antarktidës toksore, ku gjenden mikroorganizma të gjallë edhe sot pas qindra mijëra vitesh izolim total nga drita dhe atmosfera. Paralela ishte e qartë dhe shqetësuese. Nëse Marsi ka ujë të lëngshëm nën sipërfaqe, kushtet themelore për jetë mund të ekzistojnë tani, jo vetëm miliarda vjet më parë. Por historia nuk përfundoi atje. 2 vjet pas zbulimit të parë, një ekip i ri shkencëtarësh nga Universiteti i Romës rishikoi të dhënat dhe arriti në një përfundim edhe më shqetësues. Nuk ishte vetëm një liqen nën-toksor, ishin 4. 3 trupa të tjerë me karakteristika të ngjashme u identifikuan rreth strukturës qendrore, duke formuar një sistem të tërë ujor të fshehur nën sipërfaqen e polit jugor marsian. Secili prej tyre me gjerësi prej disa kilometrash, secili i izoluar nga bota e jashtme nga 10 kilometra akull dhe shkëmb. Lajmi u përhap nëpër laboratorët shkencor me shpejtësi, por jo nëpër titujt e mediave. Kjo ishte e para gjë që duhej vënë re. Zbulimi i ujit nën-toksor mbi Marsin nuk u bë lajmi kryesor i ditës në asnjë televizion kryesor botëror.
Zëdhënësit e NASA-s e pranuan gjetjen me fjalë të matura dhe të studiuara me kujdes, duke theksuar se nevojiten më shumë studime dhe se interpretimet janë ende të diskutueshme. Kjo gjuhë diplomatike, kjo ftohtësi institucionale ndaj një zbulimi potencialisht historik nuk i shpëtoi vëmendjes ekspertëve që ndiqnin çështjen nga afër. Ndërkohë, në distancën prej 358 milion kilometrash nga toka, një aparat tjetër po dëgjonte heshtjen e Marsit nga brenda. InSight, stacioni gjeofizik i NASA-s, kishte zbritur në rrafshnalltën Elysium Planitia në nëntor të vitit 2018. Misioni i tij nuk ishte të lëvizte dhe të eksploronte sipërfaqen, por të qëndronte i palëvishëm dhe të dëgjonte. Me sismografin e tij ultrasensitiv, InSight duhej të matë dridhjet e brendshme të planetit dhe të kuptonte strukturën e thellë të tij, ashtu si mjekët dëgjojnë zemrën nëpërmjet stetoskopit. Dhe Marsi foli. Jo me zë të qartë dhe të kuptueshëm, por me dridhje të çuditshme dhe asimetrike. Marsotundet, siç i quajtën shkencëtarët, kishin karakteristika krejtësisht të ndryshme nga tërmetet toksore. Ato zgjateshin shumë më gjatë, si tingujt e një kambaneze metali të goditur, dhe lëvizeshin në përbrendësinë e planetit me shpejtësi dhe drejtim të papritur. Analiza e tyre sugjeronte se shtresat e brendshme të Marsit nuk ishin homogjene dhe të qeta, por komplekse dhe me anomali gjeofizike të shumta. Dridhja e regjistruar më e madhe, e quajtur Marsotundi i 15 të majit të vitit 2022, kishte forcën ekuivalente të një tërmeti prej 4.7 ballësh në shkallën Richter. Por ajo çka shqetësoi më shumë shkencëtarët nuk ishte forca, por origjina. Sipas llogaritjeve fillestare, dridhja nuk vinte nga thellësia e mantelit planetar, por në një rajon i caktuar dhe i afërt me sipërfaqen, i vendosur rreth 200 kilometra larg stacionit InSight. Dhe ajo zonë, sipas hartave gjeologjike të Marsit, korespondonte me një vend ku radari orbital kishte sugjeruar më parë prania e formacioneve të çuditshme nën-toksore. Por ka edhe diçka tjetër. Diçka që mediumi shkencor zakonisht e seh si anekdot dhe jo si provë serioze, por që shumë studiues të pavarur refuzojnë ta injorojnë. Roveri Curiosity, i cili ka lëvizur nëpër krateri Gale që nga tetori i vitit 2012, ka matur në atmosferën marsiane sasi anomale të metanit. Metani është një molekule thjesht, por me rëndësi të jashtëzakonshme. Në tokë, 98% e metanit atmosferik prodhohet në procese biologjike, pra nga organizmat e gjallë. Vetëm 2% vjen nga burime gjeologjike dhe kimike. Në qershor të vitit 2019, senzorët e Curiosity regjistran pikun më të lartë të metanit të matur ndonjëherë në Marsin, 21 pjesë për miliard. Për referencë, kjo është një vlerë e krahasueshme me koncentrimet e ulta të metanit të gjetur pranë burimeve hidrotermale në fundin e oqeaneve toksor, atu ku gjenden ekosisteme të tëra të bazuara jo mbi fotosintezën dhe dielin, por mbi kimion dhe nxehtësinë gjeotermike. Shkencëtarët e NASA-s dolën menjëherë me shpjegimin se metani mund të shpjegohet nga procese gjeokimike jo biologjike, por kjo deklaratë u bë me shpejtësi të dyshimt, pa studim të plot dhe pa publikim paraprak të dhënave. Ajo çka nuk u tha publikisht ishte se pikrisht 24 orë pas pikut të metanit, transmetimi live i të dhënave nga Curiosity u ndërpre për rreth 6 orë. NASA e shpjegoi ndërprerjen si problem teknik rutini komunikimit, por inxhinierët e misionit e dinin shumë mirë se sistemet e komunikimit të Curiosity kishin funksionuar pa ndërprerje për muaj të tërë. 6 orët e heshtura u bën temë diskutimi nëpër forume akademike dhe hapësinore, por asnjëherë nuk u bë objekti një shpjegimi zyrtar të detajuar. Dhe kjo nuk është hera e parë që heshtja institucionale ka mbulluar të dhëna të papritura nga Marsi. Viti 2018 solli edhe zbulimin e molekulave organike komplekse në sedimentet marsiane, të konfirmuara po nga Curiosity. Tiofenet, benzeni, tolueni, molekula organike me zinxhir të gjatë karboni, të gjitha ishin të pranishme në gurat e vjetër marsian. Shkencëtarët theksuan me kujdes se prania e molekulave organike nuk provon jetën, sepse ato mund të formohen edhe nga reaksione kimike jo biologjike. Por ata nuk theksuan me të njëjtën insistencë faktin tjetër, se këto janë saktësisht llojet e molekulave që gjejmë si nën produktet e metabolizmit biologjik. Çdo shtresë e re e informacionit zbuluar nga roverat dhe satelitët marsian shton një shtresë të re mbi misterit qendror. Sipërfaqja e kuqeve e thatë e Marsit, ajo që shohim në fotografitë e roverëve, është vetëm fytyra e jashtme e një planeti shumë më kompleks dhe potencialisht shumë më aktiv nga sa supozuam.
Në ajo sipërfaqe ndodhen shtresa akulli, shtresa shkëmbi të shkrirë, formacione gjeologjike të pashpjeguara dhe tani, sipas të dhënave radarike, trupa ujit të lënshëm të mbëllur në errësirë absolute prej miliona vitesh. Pyetja nuk është më nëse Marsi ka pasur ujë. Pyetja është nëse ai ujë mban ende diçka brenda tij. Për të kuptuar pse kjo pyetje është kaq e rëndësishme, duhet të kthehemi miliarda vjet prapa në një Mars krejtësisht të ndryshëm nga ai që njohim sot. Para 3 miliardë 900 milion vitesh, Marsi nuk ishte planeti i kuq dhe i thatë që shikojmë nëpër teleskop. Kishte oqeane të vërteta me thellësi deri në 2000 metra. Kishte një atmosferë të dendur me presion të krahasueshëm me atë të tokës së sotme. Kishte lumen që rrjedhin, delta lumësh që derdhen në dete dhe cikle të ujit me re dhe shi. Gjurmët e kësaj bote të humbur janë ende të lecueshme nëpër gjeologjinë marsiane, si fjalë të shkruara mbi gur të lashtë. Shkencëtarët e Institutit të Teknologjisë së Kalifornisë të udhëhequr nga Bethany Ehlmann kanë analizuar me kujdes mineralet argjilore të gjetura nëpër lugjinat e lashta marsiane. Këto minerale formohen vetëm në prani të ujit të lënshëm për periudha të gjata kohore, jo për ditë apo muaj, por për miliona vjet. Prania e tyre tregon se Marsi ka pasur ujë jo vetëm sipërfaqësor, por ujë të qëndrueshëm, të ngrohtë dhe potencialisht me kushte kimike të favorshme për zhvillimin e strukturave molekulare komplekse. Kjo periudhë, e quajtur Noachian, zgjati nga 4 miliard deri në 3 miliardë 500 milion vjet më parë. Dhe gjatë saj, sipas të gjitha llogaritjeve shkencore, Marsi kishte potencialisht të gjitha kushtet e nevojshme për jetën primitive. Por pastaj ndodhi diçka katastrofike. Fusha magnetike e Marsit, ajo mbrojtëse e padukshme që mbante atmosferën të lidhur me planetin, filloi të dobësohet dhe më pas të shuhej plotësisht. Pa mbrojtjen e kësaj fushe, era diellore filloi të gërrijë atmosferën marsiane molekul pas molekule, duke e larguar ngadalë në hapësirë. Procesi zgjati qindra milion vjet, por rezultati ishte i pamëshirshëm. Marsi humbi atmosferën, humbi temperaturën, humbi ujin sipërfaqësor. Oqeanet avulluan ose u ngrin, lumenjt u than, dhe planeti që mund të kishte qenë shtëpia e jetës u shndërrua në një shkretir të ftohtë dhe rrezatuese. Por ja ku qëndron pyetja që shqetëson shkencëtarët e astrobotanikës dhe astrobiotikës. Çfarë ndodhi me jetën, nëse kishte jetë, gjatë kësaj katastrofe planetare të zgjatur? A u shua ajo menjëherë, apo pati kohë të përshtatej? Organizmat e parë të tokës, prokariotes primitiv, që jetonin para 3,5 miliard vitesh, ishin jashtëzakonisht rezistent ndaj kushteve ekstreme. Bakteret ekstremofil të zbuluar në tokë sot mbijetojnë në kushte që dikur I quanim absolutisht vdekjeprurëse, temperatura mbi 140 grad, aciditet ekstrem, presion 10 herë mbi ata atmosferik, rrezatim ionizues shumë herë mbi dozën vdekjeprurëse për qenijet njerëzore. Nëse jeta ekzistonte në Marsin e lashtë, ajo pati miliona vjet kohë për të tërhequr ngadalën në sipërfaqe, duke ndjekur ujin e mbetur ndërkohë që planeti ftohej. Kjo hipotezë, e njohur në literaturën shkencore si refugjumi nëntoksor, nuk është spekulim margjinal. Është studiuar seriozisht nga ekipe të shumta në Universitetin e Arizonës, në Institutin Hapësinor Evropian dhe në laboratorët e NASA-s. Modelet kompjuterike tregojnë se në sipërfaqen marsiane, në thellësi mes 5 dhe 30 kilometrash, temperatura dhe presioni mund të jenë ende të favorshëm për ujin e lëngshëm nëse burimet hidrotermale janë aktive. Dhe të dhënat e InSight sugjerojnë se aktiviteti geotermal nuk është shuajtur plotësisht. Marsi nuk është krejtësisht I vdekur nga brenda. Kjo është arsyeja pse të dhënat e fshehura bëhen kaq të rëndësishme. Kur Curiosity regjistron pika të papritura metani, kur radari zbuloi liçene nëntoksor, kur InSight mat dridhje me origjinë të çuditshme, secila prej këtyre gjetjeve I shton pesha hipotezës së refugjumit nëntokësor. Ato nuk e provojnë jetën, por e bëjnë atë mundësi të diskutueshme shkencore, jo ëndër të shkencës fantastike. Dhe pikërisht kjo ndryshon tërë llogarinë, sepse nëse jeta ekziston në Marsin sot, ky zbulim do të ishte ngjarja më e rëndësishme në historinë e njohjes njerëzore pa asnjë konkurrencë. Por ka edhe një dimension tjetër të çështjes që rrallë diskutohet hapur, dhe ai ka të bëjë me politikën e zbulimit shkencor. Traktati I hapësirës së jashtme I vitit 1967, të cilin e kanë nënshkruar 100 shtete, parashikon se asnjë vend nuk mund të kërkojë sovranitet mbi trupa qiellor.
por ai traktat nuk parashikon qartësisht se çfarë ndodh nëse gjendet jetë jashtë tokësore. Kush e menaxhon kontaktin? Kush komunikon gjetjen? Kush vendos ritmit e publikimit të informacionit? Këto pyetje nuk kanë përgjigje ligjore të qarta dhe kjo boshllëk juridik u ka dhënë agjencive hapësinore hapësirë të gjerë diskrecionale. Nuk është teori konspiracioni të thuash se NASA e menaxhon me kujdes çfarë dhe kur publikon. Kjo është e dokumentuar dhe e pranuar hapur. Ekziston një protokoll i brendshëm i njohur si Protokolli i zbulimit të jetës jashtëtoksore, i hartuar nga Akademia Ndërkombëtare e Astronautikës. Ky protokoll parashikon se çdo zbulim i mundshëm i jetës jashtëtoksore duhet të verifikohet nga të paktën 2 grupe të pavarura shkencëtarësh para se të komunikohet publikisht, dhe se shtetet anëtare të OKB-s duhet të njoftohen para opinionit publik. Me fjalë të tjera, ka rregulla që sigurojnë se publiku i zakonshëm mëson gjërat i fundit, jo i pari. Dhe kjo sjell një pyetje delikate. A është e mundur që të vënat nga Marsi të kenë zbuluar tashmë diçka shumë më konkrete, diçka që po kalon nëpër filtrat e verifikimit institucional, ndërkohë që ne vazhdojmë të shikojmë fotografi me gur të kuq dhe dherishte të zbehtë? Kjo pyetje nuk ka përgjigje të sigurt, por ka një arsye serioze pse ekspertë të fushës si Sarah Seeger e MIT-t, si Chris McKay i Qendrës Kërkimore Ames të NASA dhe si Natalie Cabrol e Institutit SETI kanë folur publikisht për nevojën e transparencës së plotë në komunikimet e misioneve marsiane. Kur shkencëtarët e brendshëm të sistemit kërkojnë transparencë, ky fakt në vetvete tregon se diçka në mënyrën aktuale të komunikimit nuk është e kënaqshme. Ndërkohë, misioni Perseverance vazhdon punën e tij të heshtur dhe metodike. Çdo sol, njësia e matjes të ditës marsiane e barabartë me 24 orë e 37 minuta toksore, roveri mbledh mostrat e shkëmbit dhe i ruan me kujdes në tuba metalike të mbyllura hermetikisht. Plani është që këto mostra të kthehen në tokë diku rreth vitit 2030 nëpërmjet një misioni të përbashkët të NASA-s dhe Agjencisë Europiane të Hapësirës. Vetëm atëherë laboratorët toksor do të mund t'i analizojnë me mjetet më të avancuara në dispozicion, dhe vetëm atëherë do të kemi mundësinë e parë reale për të lecuar me siguri çfarë fësihet brenda gurve marsian. Por guri nuk flet vetë. Ai kërkon pyetjen e duhur, instrumentin e duhur dhe mbi të gjitha, guximin për të pranuar përgjigjen çfarëdo qoftë ajo. Nëse mostrat kthehen dhe gjejmë gjurmë të jetës, çdo gjë që dim për vendin tonë në univers do të ndryshojë për një herë dhe pa kthim. Nëse gjejmë vetëm kimikate dhe minerale të qeta, paradoksi do të thelohet. Pse ka ujë, pse ka metan, pse ka molekula organike dhe megjithatë asgjë e gjallë? Të dyja përgjigjet janë të rëndësishme po aq. Të dyja na detyrojnë të rimendojmë gjithçka. Marsi nuk është thjesht planeti fqinj i kuq. Është pasqyra më e afërt që kemi për të parë se çfarë mund të ndodhë një bote si e jona, dhe ndoshta çfarë mund të fshihet brenda saj, edhe kur të gjithë mendojnë se është e vdekur. Pasqyra, ky imazh me të cilin mbyllet mendimi i mëparshëm, meriton të shpaloset gjatë dhe me kujdes, sepse pasqyrat nuk tregojnë vetëm atë që jemi, ato tregojnë edhe atë që mund të bëhemi, dhe ndoshta atë që fshehim pa e ditur vetë. Mendoni për çastin e zakonshëm të mëngjesit tuaj. Ju qëndroni para pasqyrës, shikoni fytyrën tuaj dhe e merrni atë si realitet të plot dhe të kuptueshëm. Por ajo që shikoni është vetëm sipërfaqja e jashtme. Nën lëkurë zhvillohet një univers tjetër, sisteme të tëra biologjike, rrjete nervore, procese kimike me miliarda reaksione për çdo sekond. E megjithatë, duke parë pasqyrën, nuk e dini asgjë nga kjo. Marsi është saktësisht kjo lloj pasqyre. Ne shikojmë sipërfaqen e tij të kuqe dhe e pranojmë si tërësi. Por tërësia e vërtetë ndodhet diku tjetër, më thellë, jashtë shikimit të drejtpërdrejtë. Tani shkoni pak më larg mëndërisht. Nga dhoma e banjës dilni në oborin e shtëpisë suaj kur nata është e qartë dhe qielli pa re. Ngrini sytë dhe kërkoni atë pikë të kuqe dhe të qëndrueshme me syjeve, ajo pikë që nuk ndrydhit si yjet e tjerë, por qëndron e palvishme dhe e ngrohtë. Është Marsi. Ai ndodhet mesatarisht 225 milion kilometra larg syve tuaj. Drita e diellit bën 3 minuta e 18 sekonda për të arritur atje nga dielli.
Sinjalet radio që i dërgojmë roverve bëjnë të njëjtën rrugë duke arritur aty pas 10 deri 20 minuta në varësi të pozicionit orbital. Kjo do të thotë se çdo urdhër që inxhinierët e NASA-s dërgojnë Perseverance arrin si instruksion me vonesë absolute, si letër nga një botë tjetër. Roveri nuk mund të pyes, nuk mund të dyshoj, nuk mund të pres përgjigje të menjëhershme. Ai e bën atë që i thuhet dhe pastaj dërgon rezultatet nëpërmjet të njëjtit kanal të ngadaltë e mrekullibrës. Kjo distancë fizike nuk është vetëm pengesë teknike, ajo është shpreha materiale e kufizimit themelor me të cilin ballafaqohemi kur mundohemi të kuptojmë një botë tjetër. Ne shikojmë Marsin nëpërmjet syve robotik, nëpërmjet sinjaleve radio, nëpërmjet instrumenteve të konceptuara 10 vjet para lëshimit të misionit, sepse hapësira kohore nga ideja deri te raketa është e paevitueshme. Është sikur të mundohesh të diagnostikosh gjendjen shëndetësore të dikujt duke studiuar vetëm fotografitë e tija dërguar me postë, pa mundësinë e asnjë ekzaminimi të drejtpërdrejtë. Dhe megjithatë, edhe me këto kufizime kaq dramatike, edhe nëpërmjet kësaj dritareje kaq të ngushtë dhe të ndërmjetësuar, ajo çka kemi zbuluar deri tani është e mjaftueshme për të rindërtuar tërësisht imazhin që kishim të Marsit. Por pikërisht këtu shfaqet paradoksi i autoritetit shkencor, dhe ky paradoks është ndoshta qëllësi të kuptuarit pse debati publik mbi Marsin ka një formë kaq të veçantë dhe kaq shpesh të frustruese. Shkencëtarët më të respektuar në fushën e astrobiotikës dhe gjeologjisë planetare nuk bien dakord mes tyre mbi pyetjet themelore. Dhe kjo mosmarrveshje nuk ndodh sepse dikush është i paaft apo i paditur. Ndodh sepse të dhënat vetë janë të mjaftueshme për të mbështetur interpretime teknikisht të vlefshme, por diametralisht të kundërta. Marrim rastin konkret dhe historik të liçenit nëntoksor polar. Gjatë vitit 2018, 2 grupe shkencëtarësh analizuan të njëjtat të dhëna radarike me të njëjtën metodologji bazë dhe me akses të njëjtë ndaj instrumenteve. Grupi i parë, i drejtuar nga Roberto Orosei dhe ekipi i tij italian, konkludoi se sinjali reflektiv tregon ujë të lëngshëm nën shtresat e akullit polar. Grupi i dytë, i udhëhequr nga studiues të Universitetit të Kolumbias, propozoi se i njëjti sinjal mund të shpjegohet plotësisht nga argjilat e ngrira dhe mineralet e hekurit, pa nevojë për ujë të lëngshëm as pak. Të dyja grupet kishin arsyetime teknike solide, karriera të shkëlqyera dhe argumente të bazuara mbi fizikën elektromagnetike. Dhe të dyja kishin të drejtë në mënyrën e vet. Secili grup shpjegonte me korrektësi matematikore ato çka kishte zgjedhur të shpjegonte, duke lënë jashtë llogaritjeve pikërisht ato elemente që do t'i kishte rrëzuar modelin. Kjo nuk është mashtrim shkencor. Kjo është natyra e vetë shkencës kur punon me të dhëna të pakta, me instrumente të largëta dhe me fenomene që askush nuk i ka parë drejt për drejt. Por paradoksi thellohet edhe më tej kur shikojmë se si këto mosmarrveshje akademike filtrohen nëpërmjet komunikimit institucional. NASA nuk e mbështeti publikisht asnjë grup. Deklarata zyrtare e agjencisë pas botimit të studimit italian ishte e matur dhe e ftohtë. Gjetja është interesante dhe meriton studim të mëtejshëm. Kjo formulë gjusore, interesante dhe meriton studim të mëtejshëm, është e njëjta formulë që NASA ka përdorur për zbulimin e molekulave organike, për pikun e metanit, për anomalitë gjeofizike të InSight. Çdo herë i njëjti ton, as entuziazëm, as mohim, vetëm pritje institucionale e kujdesshme. Shkencëtarët e pavarur e kanë vërejtur këtë model me kujdes. David Greenspoon, astrobiolog i lartë pranë Institutit të Planetologjisë në Washington, ka shkruar hapur se ekziston një tension i brendshëm i vështirë brenda komunitetit shkencor hapësinor. Nga njëra anë, presioni për të qenë rigoroz dhe për të shmangur deklaratat të nxituara. Nga ana tjetër, detyra morale ndaj publikut që financon këto misione dhe ka të drejtë të di çfarë gjejmë. Kur ky tension zgjidhet gjithmonë në favor të heshtjes dhe jo në favor të transparencës, modeli bëhet i rëndësishëm dhe i merit reflektimi. Tani, le ta shikojmë anën tjetër të argumentit me të njëjtën ndershmëri intelektuale, sepse kontrateza ekziston dhe është e fuqishme. Argumenti kryesor kundër interpretimeve më të guximshme të dhënave marsiane qëndron pikërisht në historinë e shkencës planetare. Astronomia dhe shkenca hapësinore ka një histori të gjatë zbulimesh të rreme, interpretimesh të nxituara dhe entuziazmash të parakoshëm, që u shpjeguan më vonë nga mekanizma shumë më prozaik.
Në vitin 1996, NASA mbajti konferencë shtipi historike ku shkencëtarët prezantuan meteorit ALH 28035, një gur marsian I gjetur në Antarktid, si kandidat të mundshëm për të mbajtur gjurmë fosile të jetës mikroskopike. Kryetari I Shteteve të Bashkuara Bill Clinton doli para kamerave dhe e quajti atë zbulim potencialisht njërim prej zbulimeve më të mëdha në historinë njerëzore. Por vitet që pasuan treguan se strukturat e identifikuara brenda meteoritit kishin shpjegime plotësisht jo biologjike. Entuziazmi kishte ecur shumë më shpejt se provat. Kjo histori I ka bërë shumë shkencëtar jashtëzakonisht të kujdesshëm ndaj çdo interpretimi të guximshëm të dhënave marsiane. Ata e dinë se mundësia e gabimit është reale, se instrumentet tona kanë kufizime dhe se dëshira njerëzore për të gjetur jetën jashtë toksore është aq e fuqishme sa që mund të ngjyros lehtësisht mënyrën se si interpretojmë të dhënat. Ky kujdes nuk është frikë apo konservativizëm. Është mëson I nxjerr me mund nga një histori e tërë gabimet të kushtueshme. Por sinteza e punës suaj është kjo. Këta dy qëndrime, ai I guximshëm dhe ai I kujdesshëm, nuk janë të papajtueshëm. Ato janë të dy të nevojshme dhe të dyja janë pjesë legjitime e procesit shkencor. Problemi nuk qëndron te kujdesi shkencor në vetvete. Problemi qëndron te mënyra si ky kujdes, I cili brenda laboratorëve është virtyt, shndërrohet në komunikim publik në diçka krejtësisht tjetër. Në heshtje sistematike, në gjuhë diplomatike të zbrazët, në refuzim të diskutimit të hapur. Sepse ka dallim thelbësor midis thënies publiku nuk është gati dhe thënies ne nuk e di mende. E para supozon paternalizëm. Mendon se njerëzit e zakonshëm nuk mund të menaxhojnë pasigurinë shkencore. E dyta është ndershmëri e plot. Publiku që financon misionet marsiane nëpërmjet taksave, publiku që ndjek me kurreshtje të sinqertë çdo zbulim të ri, ka të drejtën e plot të dëgjojë ne nuk e di mende, me të njëjtin zë me të cilin dëgjon konfirmime dhe suksese. Dhe kjo çon te pyetja që qëndron nën të gjitha pyetjet e tjera. Çfarë do të thotë saktësisht të dim diçka kur bëhet fjalë për Marsin? Cila është pragu I vlerës që duhet të kalojmë para se diçka të kalojë nga hipoteze diskutueshme në zbulim I konfirmuar? Kjo nuk është pyetje retorike. Është pyetje teknike dhe filozofike njëkohësisht. Dhe komuniteti shkencor hapësinor nuk ka dhënë ende një përgjigje publike dhe koherente ndaj saj. Instrumentet aktuale që kemi mbi sipërfaqen e Marsit nuk janë të mjaftueshëm për të konfirmuar ose për të hedhur poshtë plotësisht hipotezën e ujit nëntoksor të lëmshëm. Radari I Marsis ishte projektuar fillimisht me rezolucion shumë më të ulët se sa ai që nevojitet për të dalluar me saktësi ujin nga argjilat e ngrira. InSight kishte probleme teknike me vetë njërin prej instrumenteve kryesor, sondën e nxehtësisë, e njohur si thimi I moluskut, e cila nuk arriti të futej në thelsinë e planifikuar prej 5 metrave për shkak të natyrës së papritur rrëngjitse të dheut marsian. Kjo dështim I pjeshëm teknik, I cili u raportua me fjalë të qeta dhe profesionale nga ekipi I misionit, I shtoi një shtres tjetër pa siguri e tablos së përgjithshme. Ne kishim dërguar një instrument të projektuar për të matur temperaturën dhe fluksin termik të brendshëm të planetit, dhe ai instrument nuk arriti të kryejë detyrën e tij të plot. Rezultatet që erdhëm nga InSight janë prandaj të pjesshme, si leximi I gjysmës së një libri ku faqet e mesit janë ngrisur. Shumë gjëra janë kuptuar, por gjërat më kritike mbeten pikërisht aty ku lehtësimi u ndërpre. Dhe megjithatë, edhe me gjithë këto kufizime, edhe me instrumentet e papërsosura dhe me distancat e pakapërcyeshme, shkenca vazhdon të grumbullojë copëza informacioni që, të vendosura njëra pranë tjetrës, fillojnë të formojnë një pamje. Jo një pamje të plotë dhe të qartë, por siluetën e diçkaje. Dhe silueta është e mjaftueshme për të ngritur pyetjet e duhura. Mendoni si funksionon vëzhgimi I një fenomeni të largët? Astronomi nuk shkon deri te ylli që studion. Mjeku nuk hyn brenda trupit të pacientit për të styrë drejt për drejt qelizat. Gjeologu nuk udhton deri në mantel për të parë me sy fluksin e magmës. Të gjitha ata punojnë nëpërmjet shenjave indirekte, nëpërmjet sinjaleve që kalojnë nëpër shtresa dhe distanca, nëpërmjet interpretimeve të ngujuara në metodologji dhe kontrolluar me rigor statistikor. E megjithatë, nëpërmjet kësaj metode indirekte, astronomi di se si ndizen yjet. Mjeku di ku gjendet tumori.
gjeologu di se ku do të ndodh tërmeti. Ajo çka kemi mbi Marsin nuk është aq e ndryshme nga kjo metodë. Është e njëjta metodë e aplikuar mbi një distancë shumë herë më të madhe, me instrumente shumë herë më pak të sakta se ato që dëshironim. Pyetja e vërtet pra, nuk është nëse metodat tona janë të përsosura. Ato nuk janë. Pyetja është nëse shenjat e grumbulluara janë të mjaftueshme për të justifikuar investimin e mëtejshëm, si shkencor, ashtu edhe financiar, në drejtimin e eksplorimit nën-toksor. Ve këtu, paradoksalisht, shkencëtarët konservativ dhe ata të guximshëm bien plotësisht dakord. Po, janë të mjaftueshme. Liçenet nën-toksor të sugjeruar nga radari, pikët e metanit të Curiosity, anomalitë sismike të InSight, molekulat organike komplekse në sedimentet e lashta, të gjitha këto justifikojnë pa diskutim një mision tjetër të projektuar specifikisht për të testuar hipotezën e ujit nën-toksor dhe të habitats potencial biologjik. Ky mision ekziston tashmë në planet. Quet Europa Lander dhe është konceptuar për hënën e Jupiterit Europa, jo për Marsin. Por teknologjia e zhvilluar për të shpuar dhe për të analizuar ujin në ledniciar do të jetë e njëjtë me atë që do t'i nevojitet një misioni të ardhshëm nën-toksor marsian. Shkencëtarët janë duke ndërtuar instrumentet e nesërm duke menduar jo vetëm tek Europa, por tek të gjitha trupat qiellor ku uji i lëngshëm mund të fshihet në shtresa akulli ose shkëmbi. Marsi është ndër prioritetet e para të kësaj liste, por ka diçka tjetër që ndryshon llogaritjen, diçka që nuk ka lidhje me instrumentet apo me buxhetet, por me kohën. Ne jemi në një moment shumë të veçantë historik, dhe ai moment nuk do të zjas përgjithmonë. Kapaciteti i njerëzimit për të financuar dhe koordinuar misione hapësinore të nivelit të Perseverance varet nga stabiliteti politik dhe ekonomik i vendeve që i mbështesin. Historia tregon se programet hapësinore janë ndër të parët që preken kur burimet publike të kurren dhe kur prioritetet politike ndryshojnë. Programi Apollo u ndal kur ishte plotësisht funksional, Jo sepse teknologjia kishte dështuar, por sepse gara politike kishte humbur urgjencën e saj. E njëjta gjë mund të ndodhë sërish. Kjo do të thotë se dritarja kohore gjatë së cilës mund të marrin vendimin për të dërguar misionin e duhur, atë misionin që realisht shpon nën sipërfaqen dhe kërkon ujin, nuk është e pakufizuar. Çdo vit i kaluar pa vendim është një vit i humbur nga kjo dritare. Dhe ndërkohë, Marsi vazhdon të rrotullohet rreth diellit me durimin e tij të pafund, i indiferent ndaj dilemave tona buxhetore dhe politike, duke mbajtur sekretet e tij të mbyllura nën 10 kilometra akull dhe shkëm të lashtë. Sinteza e gjithë kësaj, ajo pikë ku teza dhe kontrateza gjejnë terren të përbashkët, nuk qëndron në ndonjë përgjigje të prerë. Qëndron në pranimin e pasigurisë si gjendje të rëndësishme shkencore, jo si dështim. Shkenca nuk kërkon siguri para se të veprojë. Ajo kërkon probabilitet të mjaftueshëm për të justifikuar hetimin e mëtejshëm. Dhe probabiliteti që në sipërfaqen e Marsit të ekzistojnë kushte të favorshme për jetën, kushte jo shumë të ndryshme nga ato të ekosistemeve nën-toksore, është sot shumë më i lartë se zero. Ky nuk është pretendimi i tepruar, është konkluzion i kujdesshëm i bazuar mbi të dhëna të shumta dhe të pavarura. Dhe ai konkluzion, i marr seriozisht, ndryskon mënyrën si duhet të mendojmë për çdo sinjal të papritur që vjen nga Marsi, qoftë piku i metanit, qoftë dridhja sismike me origjinë të çuditshme, qoftë ndërprerja e papritur e transmetimit të të dhënave. Dhe kjo, ndryshim perspektive, ka pasoja praktike dhe të menjëhershme. Kur shkencëtarët e misionit Perseverance marrin të dhëna të çuditshme dhe vendosin të mos i bëjnë publike menjëherë, ndoshta arsyeja nuk është fshehje me qëllim të keq. Ndoshta arsyeja është pikërisht ky kujdes i tepruar. Ky frikë nga sërish gabimi i vitit 1996, ky dëshirë për të verifikuar 10 herë para se të flasësh një herë. Por kujdesi i tepruar ka koston e vet. Ai krijon boshllëqe informacioni që mbushen jo nga heshtja, por nga spekulimet dhe nga narrativat alternative që rriten pikërisht atje ku transparenca mungon. Njerëzit nuk e tolerojnë mirë vakumin e informacionit. Kur institucionet heshtin, mendja njerëzore e mbush atë heshtje me gjërat që i shqetësojnë dhe i magjepsin njëkohësisht. Kjo është biologjia jonë, jo dobësia jonë. Dhe rezultati është se debati publik mbi Marsin zhvillohet shpesh në dy skaje ekstreme. Ose mohimi i plotë dhe cinik i çdo gjetje të re,
ose entuziazmi pa kontrolluar që sheh konfirmin të jetës në çdo anomali. Asnjëri prej këtyre skajeve nuk i shërben mirë njohjes njerëzore. Mjedisi i shëndetshëm intelektual qëndron diku mes tyre, në atë hapësirë të vështirë ku mundesh të mbash njëkohësisht dyshimin dhe kureshtjen, ku mundesh të thuash kjo është e mundur dhe kjo nuk është e provuar. Pa i trajtuar këto dy thënie si kontradiktore, Marsi na mëson pikërisht këtë, se të jetosh me pasiguri nuk është dështim. Njohës, por është forma më e lartë e ndershmërisë intelektuale. Çdo mëngjes, kur roveri zgjohet nga modaliteti i kursimit të energjisë dhe fillon ciktin e ri të matjeve, ai nuk di çfarë do të gjejë. Instrumentet e tij nuk kanë pritshmëri, nuk kanë shpresë, nuk kanë frikë. Ata matin dhe regjistrojnë. Pikërisht kjo, objektiviteti ftohtë dhe i pakompromis, është ajo çka ne, me të gjitha emocionet dhe interpretimet tona, duhet të respektojmë dhe të ndjekim kur lexojmë të dhënat që ai dërgon. Marsi nuk na tregon ato çka duam të dëgjojmë, na tregon ato çka janë. Detyri jonë është të dëgjojmë me kujdes, pa filtrat e dëshirës dhe pa filtrat e frikës. Dhe kjo detyrë nuk i përket vetëm shkencëtarëve, i përket secilit prej nesh që ndjek me interes eksplorimin e Marsit, që lexon raportet e misioneve, që pyet veten çfarë fësihet në atë sipërfaqe të kuqe dhe të heshtur. Sepse Marsi nuk është vetëm problem teknik i rezervuar për inxhinierët dhe astrobiotistët. Është pyetja më e vjetër dhe më e thellë që njerëzimi ka bërë ndonjëherë. Jemi të vetëm? Dhe kjo pyetje, e shtruar me instrumentet e shekullit 21, kërkon nga ne të gjithë të jemi pak më të durueshëm, pak më të kujdesshëm dhe shumë më të hapur ndaj pasigurisë se sa jemi mësuar të jemi. Kur mostrat e Perseverance të kthehen në tokë, diku rreth vitit 2030, laboratorët do t'i presin me instrumentet më të mira që shkenca njerëzore ka ndërtuar ndonjëherë. Ato tuba të vogla metalike, të mbyllura hermetikisht dhe të ruajtura me kujdes nëpër kilometrat e shkretëtirës marsiane, mbajnë brenda tyre diçka shumë më të çmuar se guri. Mbajnë mundësinë e një përgjigje, jo sigurinë e saj, por mundësinë. Dhe mundësia në shkencë si në jetë është gjithmonë piknisja e çdo zbulimi të vërtetë. Mundësia bëhet konkrete vetëm kur eksperimenti jep rezultat. Dhe pikrisht ky kalim nga hipoteza drejt provës laboratorike është ajo që ka ndryshuar thellësisht mënyrën si shkencëtarët e shohin të dhënat e fundit nga Marsi. Në vitin 2023, kimistja Lori Barge nga laboratori i propulsionit reaktiv i NASA-s kreu një eksperiment që fitoi shumë pak vëmendje publike, por që ndryshoi llogarinë e brendshme brenda komunitetit shkencor hapësinor. Duke replikuar kushtet kimike dhe termike të mjedisit nëntoksor marsian ashtu si dalin nga të dhënat e Curiosity dhe të Insight, ajo ndërtoi brenda laboratorit një mikroambient me temperatura rreth zeros, presion të lartë dhe përbërje mineralike identike me ato të zbuluara nga spektrometrat e roverit. Pastaj priti, pa shtuar asnjë organizëm, pa injektuar asnjë lëndë biologjike, brenda këtij mjedisi të simuluar marsian, filluan të kristalizohen spontanisht lidhje kimike me strukturë shumë shtresore, prekursor të aminoacideve, molekula që në kushte normale i konsiderojmë si produkte të proceseve biologjike ose si hapat e parë drejt tyre. Barge nuk pretendoi se kishte krijuar jetë, por tregoi diçka tjetër, po aq të rëndësishme, se kimia e Marsit nëntokësor, ashtu si del nga të dhënat aktuale, nuk i kundërshton kushtet paraprake të jetës. Ajo i favorizon ato. Ky është kontradikta mes asaj që shohim dhe asaj që masin instrumentet. Sipërfaqja e Marsit, me rrezatimin e saj ultraviolet të pafiltruar, me temperaturat rreth -60 gradë Celsius, me mungesën e ujit të lëngshëm dhe me presionin atmosferik shumë nën 100 milibar, duket si vendi i fundit ku dikush do të kërkonte jetë. Intuita jon funksionon me atë çka shohin syt, dhe syt shohin shkretirën. Por intuita gaboi edhe në tokë. Hidrotermalet e oqeaneve thellë, zbuluar vetëm në vitin 1977 nga submarina Alvin e Institutit Okeanografik Woods Hole, treguan jetë të bollshme, komplekse dhe të organizuar në kushte që çdo biologjist i vitit 1960 do t'i kishte quajtur absolutisht vdekjeprurëse.
Temperatura mbi 250 grad, presion ekuivalent me 300 atmosfera, errësirë absolute, acid sulfurik i tretshëm në ujë. Dhe megjithatë, aty jetonin krabe të bardha, tubikate 2 metra të gjatë, baktere kemosintetike që formonin bazën e gjithë ekosistemit, pa asnjë pikë drite diellore. Nëse jeta gjeti rrugën e vet aty, çfarë na lejon të supozojmë se nuk e ka gjetur atje ku kushtet janë shumë më pak ekstreme se hidrotermalet oqeanike? Por ka diçka tjetër që ndryshon perspektivën, diçka që lidhet jo me kimistin, por me kufijtë e vetë modeleve tona shkencore. Çdo model shkencor ka një fushë të vlefshme aplikimi. Termodinamika funksionon mirë për gaze ideale, por humbet saktësinë tek sistemet biologjike komplekse. Mekanika klasike newtoniane përshkruan me precicion lëvizjen e planetëve, por bien ndesh me realitetin kur zbresim në shkallën atomike. Relativiteti i Einsteinit zgjeroi kufirin e Newtonit, por edhe ai gjen kufirin e vet tek singularitetet e vrimave të zeza. Çdo model i suksesshëm ka dy faqe, atë çka shpjegon dhe atë çka nuk mund ta shpjegojë. Modeli i tanishëm i zbulimit të jetës jashtëtoksore bazohet kryesisht mbi kriteret e jetës bazuar në karbon, ujë dhe energji kimike. Ky model funksionon sepse është i vetmi lloj jete që njohim. Por kimisti Steven Banner i Fondacionit për Kimik dhe Biokimik të Evoluar argumenton se ky model mund të jetë tepër i ngushtë. Siliciumi, elementi kimikisht më i afërt me karbonin, mund të formojë polimere komplekse në temperatura shumë në nato të ujit toksor. Nëse jeta mund të bazohet mbi silicium dhe tretës jo ujor, atëhere instrumentet tona aktuale nuk do ta zbudonim atë kurrë, sepse Curiosity dhe Perseverance janë kalibruar për të gjetur biosignatura karbonike. Pra janë dizajnuar për të gjetur jetën ashtu si e dim ne, jo jetën ashtu si mund të ekzistojë. Ky kufizim konceptual, jo vetëm teknik, është ndoshta pengesa më e madhe që kemi në rrugën drejt një përgjigjeje të vërtetë. Nuk mjafton të kesh instrumente të mira, nëse pyetja që i drejton atyre instrumenteve është e formuluar gabim. Dhe pyetja, a ka jetë karbonike bazuar në ujë mbi Marsin, mund të jetë pikërisht ajo pyetje e formuluar gabim, e cila na garanton se do të vazhdojmë të marrim herë po dhe herë jo, pa arritur kurrë tek një përgjigje definitive. E kuptoj plotësisht çfarë mendoni disa prej jush në këtë moment. Mund të thuhet, po e shihni. Kjo është arsyeja pse teoria e jetës marsiane nuk merret seriozisht, sepse çdo herë që shkenca nuk gjen jetë, dikush lëviz shënjestrat dhe thot, shikoni, po e kërkonim në vendin e gabuar, apo me instrumentin e gabuar. Kjo është logjika e hipotezës së pashembullueshme e asaj pozicioni që nuk mund të rrëzohet kurrë, sepse gjithmonë ka një shpjegim alternativ. Dhe ky, vërejtja është e drejtë. Është pikrisht lloji i kritikës që shkenca e shëndetshme duhet të bëjë ndaj vetes. Po ta shmangte këtë lloj kritike nuk do të ishte shkencë, do të ishte besim. Por ka një dallim fundamental mes hipotezës së pashembullueshme dhe hipotezës së paverifikueshme me mjetet aktuale. Ekzistenca e ujit nëntoksor të lëngshëm në Marsin jugor është një hipotezë e shëmbullueshme. Mjafton të dërgosh një instrument radar me rezolucion të mjaftueshëm ose të shposh deri në thellësinë e duhur dhe do të marrësh një përgjigje të qartë po ose jo. Hipoteza nuk ikën, nuk ndryshon rregullat e lojës, pret verifikimin. Çfarë nuk kemi akoma nuk është prova kundër hipotezës, por mjeti mjaftueshëm për ta testuar ata. Dhe kjo ndryshon thelbësisht natyrën e diskutimit. Gjithashtu, dhe kjo është pika ku transparenca shkencore bëhet e domosdoshme, duhet të pranojmë hapur se ka momente kur komunikimet institucionale të misioneve marsiane nuk kanë shërbyer mirë diskutimin publik të informuar. Kur Marsis raportoi gjetjet e tij radarike mbi liçenet nëntoksor në vitin 2018, ekipi shkencor kishte mbajtur të dhënat për 2 vjet para publikimit. Ata kishin arsye të mira metodologjike. Duhej të verifikonin nëse sinjali mund të shpjehej nga mekanizma jo ujor, duhej të risikonin modelet e interpretuara, duhej të ishin të sigurt para se të flisnin. Por efekti publik ishte tjetër. 2 vjet heshtje mbi gjetje kaq të rëndësishme krijuan hapësirën e duhur për narrativa alternative, disa të arsyeshme dhe shumë të tjera tejet jo shkencore, të cilat mbushën vakumin informativ me fantazi të ndryshme.
Institucioni I shkencës humbi kontrollin mbi narrativen jo sepse fshiu të dhëna, por sepse u vonua shumë në komunikimin e tyre. Dhe ky vonese, sado e justifikueshme teknologjikisht, ka kosto reale mbi besimin publik ndaj shkencës. Kjo dinamikë është e rëndësishme ta kuptojmë, sepse ajo ndikon drejt për drejt mbi atë çka debatojmë sot. Njerëzit që besojnë se NASA fsheh zbulime revolucionare nuk janë domosdoshmërisht naiv apo irracional. Ata janë shpesh persona që kanë vërejtur një model të përsëritur. Gjetje e rëndësishme, heshtje institucionale e zgjatur, pastaj publikimi kufizuar me mesazh zyrtar tepër të kujdesshëm. Ky model ekziston. Nuk ekziston sepse NASA fsheh civilizime të huaja, por sepse organizatat e mëdha shkencore kanë burokraci komunikimi tepër konservative për natyrën e zbulimeve tepër revolucionare. Ka një mospërputhje strukturore mes ritmit të eksplorimit shkencor dhe ritmit të komunikimit institucional. Dhe kjo mospërputhje prodhon, si efekt anësor, pikërisht atë lloj mosbesimi publik që e bën çdo debat mbi Marsin të brisht dhe të polarizuar. Pikërisht këtu hyn dimensioni tjetër I çështjes, ai ku kufiri I modeleve tona nuk është vetëm teknik, por edhe epistemologjik. Ne dim me saktësi se çfarë mund të masim me instrumentet aktuale, por nuk dim me të njëjtën saktësi se çfarë kuptohet nga ato matje. Radari Marsis mat reflektimin e valve elektromagnetike në sipërfaqen marsiane. Interpretimi se ky reflektim korespondon me ujë të lëngshëm është logjik dhe I mbështetur nga analogji me radarin mbi akullnajat e Antarktidës toksore. Por analogjia nuk është identitet. Marsi Jugor dhe Antarktida toksore kanë histori gjeologjike, kompozime mineralike dhe presione të ndryshme termike. Mund të ekzistojë një mekanizëm fizik I tretë, akoma I pa identifikuar, që prodhon të njëjtin sinjal radar pa praninë e ujit të lëngshëm. Shkencëtarët e ekipit Marsis e kanë pranuar këtë mundësi hapur, por ata kanë shtuar gjithashtu. Edhe nëse ekziston ky mekanizëm alternativ I panjohur, shpjegimi me ujë mbetet ai më ekonomik dhe më I mbështetur statistikisht nga modelet aktuale. Me fjalë të tjera, edhe duke qëndruar brenda kufive strikt të metodologjisë shkencore, uji nën toksor mbetet hipoteza e preferuar, jo e sigurta, por e preferuara. Dhe kjo preferim ka pasoja. Ka pasoja praktike, sepse misionet e ardhshme do të planifikohen pjesërisht mbi bazën e kësaj hipoteze. Ka pasoja financiare, sepse buxhetet do të allokohen duke u mbështetur mbi të. Ka pasoja edhe kulturore dhe filozofike, sepse mënyra si e shohim vendin ton në univers varet pjesërisht nga mënyra si e kuptojmë Marsin. Nëse Marsi është plotësisht I vdekur dhe steril, paradoksi I fermit merr një formë. Jemi të vetmuar sepse jeta është fenomen jashtëzakonisht I rrallë, edhe në planetet me kushte të favorshme. Nëse Marsi mban jetë nën toksore edhe sot, paradoksi merr formë tjetër. Jeta është e zakonshme, por kompleksiteti dhe inteligjenca janë tepër të rralla. Këto dy scenario nënkuptojnë gjithësi shumë të ndryshme, dhe secili prej tyre ndryshon mënyrën si mendojmë për veten tonë si specie. Por ky reflektim filozofik, sado I rëndësishëm, rrezikon të na largojë nga pyetja konkrete dhe shkencore që qëndron në zemër të gjithë kësaj. Çfarë tregojnë realisht të dhënat e fundit, të gjitha bashk, jo secila veç e veç? Sepse gabimi I zakonshëm kur diskutohet Marsi është të merret çdo gjetje e izoluar dhe të vlerësohet vetëm ajo. Piku I metanit nga Curiosity, I vëzhguar rishtas me densitet rekord prej 12 miliard pjesë për miliard në vitin 2022, nuk është provë jetës. Anomalia sismike, e InSight me val, S dhe P me ndarje të çuditshme, nuk është provë ujit. Reflektimi radar I Marsis nuk është provë liçeneve, por bashk, si mozaik I të dhënave të pavarura nga instrumente të ndryshme me metodologji të ndryshme, ato formojnë një tablo ku çdo element është koherent me praninë e ujit nën toksor dhe me një probabilitet të ulët, por jo të papërfillshëm, me praninë e proceseve kimike aktive nën sipërfaqe. Koherenca e mozaikut ka peshë statistikore të vetën, peshë që nuk zëvendëson provat direkte, por që ndryshon parametrat e probabilitetit. Shkencëtarja Tanya Harrison, specialiste e gjeomorfologjisë planetare dhe njëra ndër zërat më të respektuar në komunitetin e eksplorimit marsian, e ka shprehur këtë me qartësi të rrallë në intervistat e saj. Ajo thotë se nëse do të prezantoje të dhënat aktuale të Marsit para një komiteti shkencor, duke I quajtur si të dhëna nga një planet I panjohur,
Dhe nëse do të kërkoj antarëve të atij komiteti të vlerësonin probabilitetin e aktivitetit kimik aktiv, shumica do të dilnin me probabilitet mbi 50%. Por sa po u thua se planeti është Marsi dhe njohja paraprake rikthehet, pragmatizmi shkencor i shekullit të kaluar fillon të peshojë mbi gjykimin. Marsi është i vdekur, kemi parë shkretir me sy, kemi dërguar rover dhe nuk gjetëm asgjë. Dhe atëherë, i njëjti komitet zbret probabilitetin në 10%. Kjo asimetri, kjo mënyrë si njohja e mëparshme ngjiros interpretimin e të dhënave të reja, është pikrisht ai fenomen që filozofi i shkencës Thomas Kuhn e quajti rezistencë paradigmatike. Ne nuk lexojmë të dhënat e pastra, lexojmë të dhënat nëpërmjet filtrit të asaj çka besojmë tashmë. Dhe kjo na sjell drejt pyetjes më të vështirë, asaj që shkencëtarët konservativ dhe entuziastët e jetës jashtëtoksore rrallë diskutojnë bashkërisht. Si duhet të ndryshojë metodologjia e eksplorimit marsian që të jetë realisht e hapur ndaj gjetjeve befasuese? Misionet aktuale janë dizajnuar kryesisht mbi bazën e hipotezave të konfirmuara. Shko atje ku gjeologjia tregon ujë të dikurshëm, kërko minerale argjilore, analizoje kimikisht. Kjo është metodologji solide, por konservative. Ajo kërkon atë çka pret të gjejë. Një metodologji e hapur ndaj të papriturës do të kërkonte instrumente me spektër të gjerë, jo të specializuara vetëm për biosignaturat karbonike, dhe do të mbante hapësirë eksplicite për interpretime jashtë parametrave të njohur. Do të nënkuptonte gjithashtu një filozofi tjetër të publikimit të dhënave, jo verifikimi i gjatë i ndjekur nga lajmërim zyrtar, por aksesi i gjerë i komunitetit shkencor global ndaj të dhënave të papërpunuara, duke lënë që gjeniu kolektivi qindra laboratorëve të ndryshëm ta interpretojë mozaikun njëkohësisht. Kjo tashmë ndodh pjesërisht, por vetëm pasi të dhënat kalojnë nëpër filtrin e brendshëm institucional. Aksesi i drejtpërdrejtë dhe i menjëhershëm do të ishte diçka krejt tjetër. Ndërkohë, mbi sipërfaqen e Marsit, kur dielli perëndon mbi kraterin Jezero dhe temperatura bie në -70 gradë brenda orëve, Perseverance ndalet dhe kalon natën në modalitetin e kursimit të energjisë. Bateritë e tij me plutonim radioaktiv e mbajnë gjallë, radioja e tij nuk flet, instrumentet e tij nuk regjistrojnë. Por 10, 20, 30 kilometra poshtë tij, nëse hipoteza e refugjumit nën toksor është e saktë, diçka tjetër mund të vazhdojë të lëviz, të metabolizoj, të nda, indiferente ndaj natës marsiane dhe ndaj roverit metalik që pushon mbi kokë. Kjo pamje, kjo mundësi e dy realiteteve të ndara nga 30 kilometra shkëmb dhe akull është ndoshta i mazi më i fuqishëm që eksplorimi marsian na ka dhënë. Jo fotografia e kraterit apo e formacinit shkëmbor, por distanca mes asaj çka mund të shohim dhe asaj çka mund të ekzistojë pa e parë. Kjo distancë nuk është vetëm fizike, është epistemologjike, dhe ajo na detyron të rimendojmë jo vetëm Marsin, por edhe mënyrën si e kuptojmë kufirin e dijes son. Shkenca jonë është ndërtuar mbi vëzhgimin dhe matjen, dhe të dyja këto kërkojnë akses fizik ose të paktën sinjal të kalueshëm. Kur subjekti i studimit është i mbyllur në 30 kilometra shkëmb dhe akull, duke mos dërguar asnjë sinjal të mjaftueshëm deri tek sipërfaqja ku qëndrojnë instrumentet tona, metoda jonë standarde fillon të luhatet. Jo sepse metoda është e gabuar, por sepse fenomeni ndodhet jashtë hapësirës ku ajo metodë mund të veprojë. Dhe ky kufizim nuk është i kapërcyeshëm me instrumentet e sotëm. Kapërcimi do të kërkojë diçka që nuk e kemi ndërtuar akoma. Një shpues marsian të aftë të depërtojë disa kilometra në sipërfaqe dhe të dërgojë të dhëna prej atij thellësie. Teknologjia ekziston në princip. Financimi dhe vullneti politik janë ato që mungojnë. Dhe pikërisht ky fakt, kjo hendek mes asaj çka kemi dhe asaj çka na nevojitet, na sjell drejt pyetjes që filozofia e shkencës e ka shtruar prej dekadash, por që kurrë nuk e ka zgjidhur plotësisht. Sa larg mund të shkojë mendja njerëzore para se të godas murin e vet të brendshëm? Jo murin e teknologjisë, sepse teknologjia zgjerohet. Jo murin e financimit, sepse financimi vjen dhe shkon, por murin e metodës, atë kufizim themelor që del kur sistemi që studion është i njëjtë me sistemin që mëson. Ne jemi produkti tokës, produkti një evolucioni biologjik të ndodhur mbi një sipërfaqe të vetme planetare, me temperatura të caktuara, me presion të caktuar, me kimikat e të caktuara. Çdo instrument që ndërtojmë reflekton atë biografi biologjike. Çdo pyetje që shtrojmë, e shtrojmë duke menduar si kreatura toksore.
Dhe kur pyesim nëse ka jetë nën sipërfaqen e Marsit, nënkuptojmë pothuajse gjithmonë. A ka diçka si ne? A ka kimikate si tonat? A ka ujë si yni? A ka metabolizëm si yni? Por jeta, nëse ekziston, nuk ka asnjë detyrim ndaj biogeografisë sonë. Mendoni se çfarë nënkupton kjo konkretisht? Kur Charles Darwin formuloi teorinë e evolucionit, ai e ndërtoi atë mbi vëzhgimin e jetës toksore, mbi milionat e llojeve të ndryshme që pati mundësi të studioj ose të dëgjoj. Por ajo teori, sado e fuqishme, është teori e jetës si ne e njohim. Ajo nuk na jep asnjë garanci se jeta, si fenomen kozmik, duhet të ndjekë të njëjtat rregulla. Nëse nën sipërfaqen e Marsit ekziston diçka gjallë, ajo mund të jetë kaq e ndryshme nga çdo gjë toksore, sa instrumentet tona aktuale nuk do ta njihnin fare. Do ta leconin si zhurmë, si anomali, si gabim kalibrimi. Kjo mundësi nuk është spekulim fantashkencor, është kufizim logjik i metodologjisë sonë aktuale, i pranuar hapur nga biokimistët që punojnë mbi konceptin e jetës alternative, siç janë Gerald Joyce i Institutit Salk dhe Steven Banner i Fondatës për Kimikate të Aplikuara Evolucionare. Ata kanë demonstruar në laborator se sisteme kimike bazuar mbi arsenik dhe silikon, jo mbi fosfor dhe karbon, mund të replikohen dhe të rriten. Replikimi dhe rritja janë dy veçoritë themelore që biologjia i kërkon jetës. Nëse këto sisteme alternative janë të mundshme teorikisht dhe laboratorikisht, atëherë pyetja nuk është më vetëm nëse ka ujë të lëngshëm në Mars. Pyetja bëhet: apo kërkojmë në vendin e duhur, me instrumentet e duhura, duke bërë pyetjet e duhura? Dhe kjo pyetje, e bërë me ndershmëri të plot, ka një përgjigje të dhimbshme. Ndoshta jo. Ndoshta misionet tona marsiane janë si një njeri që kërkon qelsinë e humbur vetëm në dritë, jo sepse qelësia është aty, por sepse ati e sheh. Kemi dërguar instrumente për të zbuluar kimikate organike karbonike, sepse ne jemi organizma karbonike dhe na duket e natyrshme. Kemi dërguar detektues uji, sepse uji është tretësi ynë i jetës dhe na duket universal. Por universi nuk ka detyrimin të ndaj preferencat tona biokimike. Jëja më e afërt, më e studiuar, më e njohur, mund të fshehë thellësi që ne nuk i kemi prekur. Që çdo gjë që mendojmë se e dim, mund të na befasojë. Që universi është gjithmonë më i pasur, më i thellë, më i çuditshëm se sa e imagjinojmë. Dhe kur hëna dridhet përsëri, për shkak të një meteor që bie, për shkak të një eksperimenti që ne do të bëjmë, për shkak të forcave që ne nuk i kuptojmë plotësisht, Dikush diku në tokë do të dëgjojë atë dridhje. Do ta regjistrojë me instrumente, do ta analizojë me algoritme, do të mundohet ta kuptojë, dhe ndoshta do të hasë në të njëjtën pyetje që ne hasëm 50 e 6 vjet më parë. Pse zgjat kaq gjatë? Pse nuk ndalon? Çfarë po na mungon? Dhe kjo pyetje do të vazhdojë për dekada, për breza, për shekullin që vijnë, sepse disa pyetje nuk kanë përgjigje të thjeshtë. Disa enigma nuk zgjidhen me një eksperiment të vetëm. Disa mistere kërkojnë jo vetëm instrumenta më të mira, por mënyra krejtësisht të reja të menduarit. Dhe ndërsa e presim atë ditë, ndërsa e kërkojmë atë kuptim, ndërsa e ndjekim atë horizont, hëna do të vazhdojë të na shikojë, në heshtje, në qetësi, duke mbajtur sekretin e saj, duke na ftuar të pyesim, duke na sfiduar të mendojmë, duke na kujtuar se në fund të fundit, pyetje që nuk mund të përgjigjen janë ndoshta më të rëndësishme që mund të bëjmë. Sepse ato na mbajnë të zgjuar, ato na mbajnë kuriozh, ato na mbajnë njerëzor. Dhe kështu qëndron historia jonë me hënën. Jo si një histori suksesi, ku çdo mistër zgjidhet, por si një rrëfim i pafund të kërkimit, si një dialog midis pyetjeve tona dhe heshtjes së universit. Si një kujtesë se dia e vërtet nuk është grumbullim faktesh, por vetdije gjithnjë në rritje, se sa pak kemi kapur nga pëllhurës e pafund e realitetit. Ka diçka profundisht njerëzore në këtë. Ne jemi specia e vetme që e dim që nuk dim. Ne jemi krijesat e vetme që shqetësohen për kufijtë e njohurisë sonë. Një gur nuk pyet pse ekziston. Një pemë nuk shqetësohet për misteret e fotosintezës. Një yll djeg hidrogjen pa pasur nevojë ta kuptojë fizikën për ta more. Por ne,
qenie të vogla në një planet të vogël. Që rrotullohemi rreth një yli të zakonshëm në periferinë e një galaktike mes miliarda të tjerave, ne pyesim, ne kërkojmë, ne dëshirojmë të kuptojmë, dhe kjo dëshirë na ka çuar larg, na ka çuar në majat e maleve për të vëzguar yjet, na ka çuar në thelësitë e oqeaneve për të zbuluar forma jete të panjohura, na ka çuar në sipërfaqen e hënës, 388.000 kilometra larg shtëpisë. Na ka çuar të ndërtojmë teleskop që shohin fillimin e universit. Na ka çuar të ndërtojmë përshpejtues grimkash që zbulojnë strukturën e materjes. Na ka çuar të hartojmë genomin, të deshifrojmë kodin e jetës, të kuptojmë evolicionin. Por me çdo hap përpara, me çdo zbulim të ri, me çdo pyetje të përgjigjur, tereni i panjohjes zgjerohet, horizonti largohet, misteret thellohen, dhe ne gjendemi jo më afër fundit të udhëtimit, por thellë më në brendësitë e tij. sikur alpinist që arrin në majën e një mali vetëm për të zbuluar që ka një mal edhe më të lartë prapa tij. Dhe pastaj një tjetër, dhe pastaj një tjetër. Dhe vargmalet nuk kanë fund. Por alpinistët nuk ngjiten sepse presin të arrin malet e fundit. Ata ngjiten sepse vetë ngjitja i bën të gjallë. Sepse pamja nga çdo majë e re zbulon peizazhe që nuk i kishin imagjinuar. Sepse procesi i përpjekjes, i zbulimit, i tejkalimit të kufive të tyre është vetë kuptimi, jo destinacioni, por udhëtimi, jo përfundimi, por vazhdimi. Kështu është edhe me shkencën, kështu është edhe me kërkimin ton për të kuptuar hënën. Ne nuk e studiojmë atë sepse presim që një ditë do të dimë gjithçka. Ne e studiojmë atë sepse çdo zbulim, çdo matje, çdo të dhënë e re na tregon diçka që nuk e dinim. Sepse çdo enigmë e zgjidhur hap porta për enigma më magjepse. Sepse vetë akti i pyetjes, i kërkimit, i habitjes na bën atë që jemi. Dhe kur në vitet që vijnë, Kur astronautët e Artemisit do të ecin përsëri në sipërfaqen hënore, kur do të vendosin instrumentet e reja, kur do të dërgojnë të vëna që ne nuk i kemi pasur kur më parë, ata do të jenë duke vazhduar këtë traditë. Tradicionalin e kërkimit, traditën e pyetjes, traditën e habitjes përballë asaj që nuk e kuptojmë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ata do të gjejnë diçka që nuk e presnim. Diçka që do të na detyrojë të rishikojmë gjithçka. Diçka që do të hap një kapitull krejtësisht të ri në kuptimin ton të hënës, të tokës, të universit. Ose ndoshta, do të gjejnë vetëm konfirmim të asaj që tashmë dyshojmë, që hëna është më e çuditshme, më komplekse, më e pasur në mistere, se sa kur nuk kemi imagjinuar. Por çfarëdo që të gjejnë, një gjë mbetet e qartë. Udhëtimi nuk do të përfundojë. Pyetjet nuk do të mbarojnë. Misteret nuk do të zhduken. Sepse çdo përgjigje që kemi gjetur në historinë e shkencës ka qenë vetëm një hap drejt pyetjeve më të thella. Çdo dritë që kemi ndezur ka zbuluar errësira më të mëdha për rreth. Çdo copë të vërtetë që kemi prekur na ka treguar se sa e pafund është okeani i panjohjes. Dhe kjo nuk është arsye për dëshpërim. Kjo është arsye për shpresë, sepse nënkupton që udhëtimi nuk do të mbarojë kurrë, që do të ketë gjithmonë male të reja për të ngjitur, horizonte të reja për të arritur, mistere të reja për të zbuluar, që çdo brez do të ketë pyetjet e veta, që çdo epokë do të kontribuojë pjesën e vet në mozaikun e pafund të kuptimit njerëzor. Kështu që kur shikoni hënën sonte, nesër, çdo natë që vjen, mos e shikoni vetëm si një trup qiellor. Shikojeni sipas qirë të vet udhëtimit njerëzor, të dëshirës son për të kuptuar, të guximit ton për të pranuar që nuk dim, të përullësisë son përballë madhështisë së realitetit, të kurreshtjes son të pashuar. Dhe kujtoni që ajo dridhje, ajo rezonancë, ai tingull si zile e zbrazat që jeon për orë në përbrendësinë hënore, nuk është vetëm një anomali fizike, është simbol. Simboli gjithë asaj që nuk e dim, simboli gjithë asaj që mbetet për të zbuluar. Simboli faktit që universi edhe në pjesën më të njohur të tij, edhe në trupin qiellor më të afërt, fsheh thellësi që ne akoma nuk i kemi arritur. Dhe kjo në fund është bukuria më e madhe e gjithçkaje.
Jo që dim, por që kërkon. Jo që kemi arritur, por që vazhdojmë. Jo që kemi zgjidhur enigmën, por që enigma ekziston dhe na fton të pyesim, të mendojmë, të habitemi përgjithmonë. It të butë, të reflektuar nga dielli. Duket kaq e qëndrueshme, kaq e njohur, kaq e kuptuar. Por tani e dini, në brendësinë e saj, në thellësi 10 kilometrash nën sipërfaqen e ftohtë, ka diçka që ne nuk e kuptojmë. Ka një strukturë që nuk përputhet me modelet tona. Ka një mënyrë të dridhjes që sfidojnë fizikën tonë. Ka një sekret që nuk e kemi zbuluar. Dhe kjo njohuri nuk e bën hënën më pak të bukur. Përkundrazi, ajo e bën atë më magjepse. Sepse tani e dim se edhe gjëja më e njohur, edhe objekti që kemi parë çdo natë të jetës son, edhe trupi qiellor që kemi vizituar me njerëz, mbetet në një kuptim i panjohur. Çdo herë që një astronaut i Apollo sekste në sipërfaqen e hënës, çdo herë që një rover kineze lëviz në kraterin Von Karman, çdo herë që një satelit fluturon mbi polusin hënor, ne jemi duke eksploruar një botë që mendojmë se e njohim, por që na habit vazhdimisht. Dhe kjo është mësimet që hëna po na jep. Që njohja e vërtet nuk është eliminimi i misterit, por jetesë me të. Që shkenca e vërtet nuk është arritja e certitudës absolute, por eksplorimi i pafund i panjohjes. Që udhëtimi i të kuptuarit nuk ka destination final, por është vetë procesi i udhëtimit që ka vlerë. Në vitet që vinë, ne do të dërgojmë instrumente të reja në hënë. Misioni Artemis do të vendosë seizmometra me saktësi të pashembullt. Kinezët planifikojnë të ndërtojnë një bazë të përhershme pranë Polit Jugor. Agjencia Hapësinore Evropiane projekton një rrjet satelitësh që do të hartojnë fushën gravitative me detaje pa precedent. India, Japonia, Izraeli, kompani private, të gjitha kanë plane për të kthyer në hënë. Dhe çfarë do të gjejmë? Ndoshta një shpjegim të thjeshtë që do të na bëjë të habitemi se si nuk e pam më parë. Ndoshta një zbulim revolucionar që do të ndryshojë kuptimin ton të planetave. Ndoshta edhe më shumë mistere, edhe më shumë anomali, edhe më shumë pyetje. Por çfarëdo që të gjejmë, një gjë është e sigurt. Hëna do të vazhdojë të na befasojë. Ajo do të vazhdojë të sfidojë pritjet tona. Ajo do të vazhdojë të na mësojë për rusi, sepse edhe pasi kemi ecur në sipërfaqen e saj, edhe pasi kemi marrë kampione prej saj, edhe pasi kemi studiuar çdo centimetër të saj nga orbita, ajo mbetet në mënyrë thelbësore e panjohur. Dhe ndoshta kjo është mesazhi më i rëndësishëm që çdo enigmë shkencore mund të na jap, që universi nuk është një probleme për tu zgjidhur, por një mister për tu jetuar, që çdo përgjigje që gjejmë hap një peizazh më të gjerë të pyetjeve. Që kufiri i njohurisë nuk është një mur që do ta rrëzojmë një ditë, por një horizont që zhvendoset sa më larg shkohet. Aminticiva të goditje në nëntor të vitit 1969, atë moment kur moduli lunar i Apollo 12 u përplas me sipërfaqen hënore dhe seizmometrat filluan të regjistruar. Atë moment kur shkencëtarët në tokë pritën që dridhjet të zhduken pas disa minutash, por ato vazhduan për orë. Atë moment kur dikush përdori për herë të parë fjalinë që do të bëhej e famshme. Hëna dridh si një zile e zbrazët. Asnjë nuk e dinte atëherë se kjo thënie do të bëhej një enigmë, që do të zgjaste për më shumë se gjysmë shekulli. Asnjë nuk e imagjinoi se ajo dridhje e thjeshtë do të sfidonte modelet tona edhe dekada më vonë. Asnjë nuk e pa se ai moment ishte jo një përgjigje, por fillimi i një pyetjeje që ende nuk ka mbaruar. Dhe tani, 56 vjet më vonë, ne qëndrojmë me instrumente shumë më të sofistikuara, me teoria shumë më të avancuara, me të vëna shumë më të shumta. Por pyetja mbetet: pse hëna kjo tashmë ndodh pjesërisht? Por vetëm pasi të vënat kalojnë nëpër filtrin e brendshëm institucional, aksesi i drejt për drejt dhe i menjëhershëm do të ishte diçka krejt tjetër. Ndërkohë, mbi sipërfaqen e Marsit, kur dielli perëndon mbi kraterin Jezero dhe temperatura bie në -70 gradë brenda orëve, Perseverance ndalet dhe kalon natën në modalitetin e kursimit të energjisë. Bateritë e tij me plutonim radioaktiv e mbajnë gjallë, radioja e tij nuk flet, instrumentet e tij nuk regjistrojnë. Por 10, 20, 30 kilometra poshti, nëse hipoteza e refugjiumit nëntoksor është e saktë, diçka tjetër mund të vazhdojë të lëviz, të metabolizojë, të nda, indiferente ndaj natës marsiane dhe ndaj roverit metalik që pushon mbi kokë. Kjo pamje,
Kjo mundësi e dy realiteteve të ndara nga 30 km shkëm dhe akull është ndoshta imazhi më i fuqishëm që eksplorimi marsian na ka dhënë. Jo fotografia e kraterit apo e formacinit shkëmbor, por distanca mes asaj çka mund të shohim dhe asaj çka mund të ekzistojë pa e parë. Kjo distancë nuk është vetëm fizike, është epistemologjike, dhe ajo na detyron të rimendojmë jo vetëm Marsin, por edhe mënyrën si e kuptojmë kufirin e dijes son. Shkëndza jon është ndërtuar mbi vëzhgimin dhe matjen, dhe të dyja këto kërkojnë akses fizik ose të paktën sinjal të kalueshëm. Kur subjekti i studimit është i mbyllur në 30 km shkëm dhe akull, duke mos dërguar asnjë sinjal të mjaftueshëm deri tek sipërfaqja ku qëndrojnë instrumentet tona, metoda jon standarde fillon të luhatet. Jo sepse metoda është e gabuar, por sepse fenomeni ndodhet jashtë hapësirës ku ajo metodë mund të veprojë. Dhe ky kufizim nuk është i kapërcyeshëm me instrumentet e sotëm. Kapërcimi do të kërkojë diçka që nuk e kemi ndërtuar akoma. Një shpues marsian të aftë të depërtojë disa kilometra nën sipërfaqe dhe të dërgojë të vëna prej atij thellësie. Teknologjia ekziston në princip. Financimi dhe vullneti politik janë ato që mungojnë. Dhe pikërisht ky fakt, kjo hendek mes asaj çka kemi dhe asaj çka na nevojitet, na sjell drejt pyetjes që filozofia e shkencës e ka shtruar prej dekadash, por që kur nuk e ka zgjidhur plotësisht. Sa larg mund të shkojë mendja njerëzore para se të godas murin e vet të brendshëm? Jo murin e teknologjisë, sepse teknologjia zgjerohet. Jo murin e financimit, sepse financimi vjen dhe shkon. Por murin e metodës, atë kufizim themelor që del kur sistemi që studion është i njëjtë me sistemin që mëson. Ne jemi produkti toks, produkti një evolucioni biologjik të ndodhur mbi një sipërfaqe të vetme planetare, me temperatura të caktuara, me presion të caktuar, me kimikate të caktuara. Çdo instrument që ndërtojmë reflekton atë biografi biologjike. Çdo pyetje që shtrojmë, e shtrojmë duke menduar si kreatura toksore. Dhe kur pyesim nëse ka jetë në sipërfaqen e Marsit, nënkuptojmë pothuajse gjithmonë: a ka diçka si ne? A ka kimikate si tonat? A ka ujë si yni? A ka metabolizëm si yni? Por jeta, nëse ekziston, nuk ka asnjë detyrim ndaj biogeografisë son. Mendoni se çfarë nënkupton kjo konkretisht. Kur Charles Darwin formuloi teorinë e evolucionit, ai e ndërtoi atë mbi vëzhgimin e jetës toksore, mbi milionat e llojeve të ndryshme që pati mundësi të studiojë ose të dëgjojë. Por ajo teori, sado e fuqishme, është teori e jetës si ne e njohim. Ajo nuk na jep asnjë garanci se jeta, si fenomen kozmik, duhet të ndjekë të njëjtat rregulla. Nëse nën sipërfaqen e Marsit ekziston diçka gjallë, ajo mund të jetë kaq e ndryshme nga çdo gjë toksore sa instrumentet tona aktuale nuk do ta njihnin fare. Do ta leconin si zhurmë, si anomali, si gabim kalibrimi. Kjo mundësi nuk është spekulim fantashkencor, është kufizim logjik i metodologjisë son aktuale, i pranuar hapur nga biokimistët që punojnë mbi konceptin e jetës alternative, siç janë Gerald Joyce i Institutit Salk dhe Steven Banner i Fondatës për Kimikatet Aplikuara Evolucionare. Ata kanë demonstruar në laborator se sisteme kimike bazuar mbi arsenik dhe silikon, jo mbi fosfor dhe karbon, mund të replikohen dhe të rriten. Replikimi dhe rritja janë dy dhecoritë themelore që biologjia i kërkon jetës. Nëse këto sisteme alternative janë të mundshme teorikisht dhe laboratorikisht, atëherë pyetja nuk është më vetëm nëse ka ujë të lëmshëm në Mars. Pyetja bëhet: apo kërkojmë në vendin e duhur, me instrumentet e duhura, duke bërë pyetjet e duhura? Dhe kjo pyetje e bërë me ndershmëri të plot ka një përgjigje të dhimbshme. Ndoshta jo. Ndoshta misionet tona marsiane janë si një njeri që kërkon qellësin e humbur vetëm në ndrit, jo sepse qellësi është aty, por sepse aty e sheh. Kemi dërguar instrumente për të zbuluar kimikate organike karbonike, sepse ne jemi organizma karbonike dhe na duket e natyrshme. Kemi dërguar detektues uji, sepse uji është tretësi e jetës dhe na duket universal. Por universi nuk ka detyrimin të ndaj preferencat tona biokimike. Jëja më e afërt, më e studiuar, më e njohur, mund të fshehë thellësi që ne nuk i kemi prekur. Që çdo gjë që mendojmë se e dim mund të na befasojë. Që universi është gjithmonë më i pasur, më i thellë, më i çuditshëm se sa e imagjinojmë. Dhe kur hëna dridhet përsëri për shkak të një meteor që bie, për shkak të një eksperimenti që ne do të bëjmë,
Për shkak të forcave që ne nuk i kuptojmë plotësisht, dikush, diku në tokë, do të dëgjoj atë dridhje, do të regjistroj me instrumente, do të analizoj me algoritme, do të mundohet ta kuptoj, vendoshta do të has në të njëjtën pyetje që ne hasëm 56 vjet më parë. Pse zgjat ka zgjat? Pse nuk ndalon? Çfarë po na mungon? Dhe kjo pyetje do të vazhdoj, për dekada, për breza, për shekullin që vinë, sepse disa pyetje nuk kanë përgjigje të thjeshtë. Disa enigma nuk zgjidhen me një eksperiment të vetëm. Disa mistere kërkojnë jo vetëm instrumenta më të mira, por mënyra krejtësisht të reja të menduarit, dhe ndërsa e presim atë ditë, ndërsa e kërkojmë atë kuptim, ndërsa e ndjekim atë horizont, hëna do të vazhdoj të na shikoj, në heshtje, në qetësi, duke mbajtur sekretin e saj, duke na ftuar të pyesim, duke na sfiduar të mendojmë, duke na kujtuar se në fund të fundit, pyetjet që nuk mund të përgjigjen janë ndoshta më të rëndësishmet që mund të bëjmë. Sepse ato na mbajnë të zgjuar, ato na mbajnë kuriozh, Ato na mbajnë njerëzor. dhe kështu qëndron historia jonë me hënën. Jo si një histori suksesi ku çdo mistër zgjidhet, por si një rrëfim i pafund të kërkimit. Si një dialog midis pyetjeve tona dhe heshtjes së universit. Si një kujtesë se dia e vërtet nuk është grumbullim faktesh, por vetëdije gjithnjë në rritje se sa pak kemi kapur nga pëllhurës e pafund e realitetit. Ka diçka profundisht njerëzore në këtë. Ne jemi specia e vetme që e dim që nuk dim. Ne jemi krijesat e vetme që shqetësohen për kufijtë e njohurisë son. Një gur nuk pyet pse ekziston. Një pemë nuk shqetësohet për misteret e fotosintezës. Një yll djeg hidrogjen pa pasur nevojë ta kuptoj fizikën bërthamore. Por ne, qenie të vogla në një planet të vogël, që rrotullohemi rreth një illi të zakonshëm në periferinë e një galaktike mes miliarda të tjerave, ne pyesim, ne kërkojmë, ne dëshirojmë të kuptojmë. Dhe kjo dëshirë na ka çuar larg. Na ka çuar në majat e maleve për të vëzhguar yjet, na ka çuar në thellësitë e oqeaneve për të zbuluar forma jete të panjohura. Na ka çuar në sipërfaqen e hënës 388.000 kilometra larg shtëpisë. Na ka çuar të ndërtojmë teleskop që shohin fillimin e universit. Na ka çuar të ndërtojmë përshpejtues grimkash që zbulojnë strukturën e materjes. Na ka çuar të hartojmë genomin, të deshifrojmë kodin e jetës, të kuptojmë evolucionin. Por me çdo hap përpara, me çdo zbulim të ri, me çdo pyetje të përgjigjur, terreni i panjohjes zgjerohet, horizonti largohet, misteret fellohen. Dhe ne gjendemi jo më afër fundit të udhëtimit, por thellë më në brendësitë e tij. Sikur alpinist që arrin në majën e një mali vetëm për të zbuluar që ka një mal edhe më të lartë prapa tij, dhe pastaj një tjetër, dhe pastaj një tjetër, dhe vargmalet nuk kanë fund. Por alpinistët nuk ngjiten sepse presin të arrin malet e fundit. Ata ngjiten sepse vetë ngjitja i bën të gjallë. Sepse pamja nga çdo majë e re zbulon peizazhe që nuk i kishin imagjinuar. Sepse procesi i përpjekjes, i zbulimit, i tejkalimit të kufive të tyre është vetë kuptimi. Jo destinacioni, por udhëtimi. Jo përfundimi, por vazhdimi. Kështu është edhe me shkencën. Kështu është edhe me kërkimin ton për të kuptuar hënën. Ne nuk e studiojmë atë sepse presim që një ditë do të dim gjithçka. Ne e studiojmë atë sepse çdo zbulim, çdo matje, çdo të dhënë e re na tregon diçka që nuk e dinim. Sepse çdo enigmë zgjidhur hap porta për enigma më magjepsëse. Sepse vetë akti i pyetjes, i kërkimit, i habitjes na bën atë që jemi. Dhe kur në vitet që vinë, kur astronautët e Artemisit do të ecin përsëri në sipërfaqen hënore, kur do të vendosin instrumentet e reja, kur do të dërgojnë të dhëna që ne nuk i kemi pasur kur më parë, ata do të jenë duke vazhduar këtë traditë, tradicionalin e kërkimit, traditën e pyetjes, traditën e habitjes përballë asaj që nuk e kuptojmë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ata do të gjejnë diçka që nuk e presnim. Diçka që do të na detyrojë të rishikojmë gjithçka. Diçka që do të hap një kapitull krejtësisht të ri në kuptimin ton të hënës, të tokës, të universit.
ose ndoshta do të gjejnë vetëm konfirmim të asaj që tashmë e dyshojmë, që hëna është më e çuditshme, më komplekse, më e pasur në mistere se sa kur nuk kemi imagjinuar. Por çfarëdo që të gjejnë, një gjë mbetet e qartë. Udhëtimi nuk do të përfundojë. Pyetjet nuk do të mbarojnë. Misteret nuk do të zhduken, sepse çdo përgjigje që kemi gjetur në historinë e shkencës ka qenë vetëm një hap drejt pyetjeve më të thella. Çdo dritë që kemi ndezur ka zbuluar errësira më të mëdha përreth. Çdo copë të vërtet që kemi prekur na ka treguar se sa e pafund është okeani i panjohjes. Dhe kjo nuk është arsye për dëshpërim. Kjo është arsye për shpresë, sepse nënkupton që udhëtimi nuk do të mbarojë kurrë, që do të ketë gjithmonë male të reja për të ngjitur, horizonte të reja për të arritur, mistere të reja për të zbuluar, që çdo brez do të ketë pyetjet e veta, që çdo epokë do të kontribuojë pjesën e vet në mozaikun e pafund të kuptimit njerëzor. Kështu që kur shikoni hënën sonte, nesër, çdo natë që vjen, mos e shikoni vetëm si një trup qiellor. Shikojeni si pasqyrë të vet udhëtimit njerëzor, të dëshirës son për të kuptuar, të guximit ton për të pranuar që nuk dim, të përullësisë son përballë madhështisë së realitetit, të kurreshtjes son të pashuar. Dhe kujtoni që ajo dridhje, ajo rezonancë, ai tingull si zile e zbrazët që jehon për orë në përbrendsinë hënore, nuk është vetëm një anomali fizike. Është simbol i gjithë asaj që nuk e dim, simbol i gjithë asaj që mbetet për të zbuluar. Simbol i faktit që universi, edhe në pjesën më të njohur të tij, edhe në trupin qiellor më të afërt, fsheh thellësi që ne akoma nuk i kemi arritur. Dhe kjo, në fund, është bukuria më e madhe e gjithçkaje. Jo që dim, por që kërkon. Jo që kemi arritur, por që vazhdojmë. Jo që kemi zgjidhur enigmën, por që enigma ekziston dhe na fton të pyesim, të mendojmë, të habitemi përgjithmonë. It të butë, të reflektuar nga dielli. Duket kaq e qëndrueshme, kaq e njohur, kaq e kuptuar, por tani e dini. Në brendësinë e saj, në thellësi 10 kilometrash nën sipërfaqen e ftohtë, ka diçka që ne nuk e kuptojmë. Ka një strukturë që nuk përputhet me modelet tona. Ka një mënyrë të dridhjes që sfidojnë fizikën tonë. Ka një sekret që nuk e kemi zbuluar. Dhe kjo njohuri nuk e bën hënën më pak të bukur, përkundrazi. Ajo e bën atë më magjepsëse. Sepse tani e dim se edhe gjëja më e njohur, edhe objekti që kemi parë çdo natë të jetës son, edhe trupi qiellor që kemi vizituar me njerëz mbetet në një kuptim i panjohur. Çdo herë që një astronaut i Apollos e cete në sipërfaqen e hënës, çdo herë që një rover kineze lëviz në kraterin Von Karman, çdo herë që një satelit fluturon mbi polusin hënor, ne jemi duke eksploruar një botë që mendojmë se e njohim, por që na habit vazhdimisht. Dhe kjo është mësimet që hëna po na jep. Që njohja e vërtet nuk është eliminimi i misterit, por jetesë me të. Që shkenca e vërtet nuk është arritja e certitudës absolute, por eksplorimi i pafund i panjohjes. Që udhëtimi i të kuptuarit nuk ka destination final, por është vetë procesi i udhëtimit që ka vlerë. Në vitet që vinë, ne do të dërgojmë instrumente të reja në hënë. Misioni Artemis do të vendosh seizmometra me saktësi të pashembullt. Kinezët planifikojnë të ndërtojnë një bazë të përhershme pranë Polit Jugor. Agjencia Hapësinore Evropiane projekton një rrjet satelitësh që do të hartojnë fushën gravitative me detaje pa precedent. India, Japonia, Izraeli, kompani private, të gjitha kanë plane për të kthyer në hënë. Dhe çfarë do të gjejnë? Ndoshta një shpjegim të thjeshtë që do të na bëjë të habitemi se si nuk e pam më parë. Ndoshta një zbulim revolucionar që do të ndryshojë kuptimin ton të planetave. Ndoshta edhe më shumë mistere, edhe më shumë anomali, edhe më shumë pyetje. Por çfarëdo që të gjejmë, një gjë është e sigurt. Hëna do të vazhdojë të na befasojë. Ajo do të vazhdojë të sfidojë pritjet tona. Ajo do të vazhdojë të na mësojë përullësi. Sepse edhe pasi kemi ecur në sipërfaqen e saj, edhe pasi kemi marrë kampione prej saj, edhe pasi kemi studiuar çdo centimetër të saj nga orbita, ajo mbetet në mënyrë thellësore e panjohur. Dhe ndoshta kjo është mesazhi më i rëndësishëm që çdo enigmë shkencore mund të na jap.
që universi nuk është një probleme për të zgjidhur, por një mister për të jetuar. që çdo përgjigje që gjejmë hap një peizazh më të gjerë të pyetjeve, që kufiri i njohurisë nuk është një mur që do ta rrëzojmë një ditë, por një horizont që zhvendoset sa më larg shkohet. Aminticiva të goditje në nëntor të vitit 1969. Atë moment kur moduli lunar i Apollo 12 u përplas me sipërfaqen hënore dhe seizmometrat filluan të regjistruar. Atë moment kur shkencëtarët në tokë pritën që dridhjet të zhduken pas disa minutash, por ato vazhduan për orë. Atë moment kur dikush përdori për herë të parë fjalinë që do të bëhej e famshme. Hëna driv si një zile e zbrazët. Asnjë nuk e dinte atëherë se kjo thënie do të bëhej një enigmë që do të zgjaste për më shumë se gjysmë shekulli. Asnjë nuk e imagjinoi se ajo dridhje e thjesht do të sfidonte modelet tona edhe dekada më vonë. Asnjë nuk e pa se ai moment ishte jo një përgjigje, por fillimi i një pyetjeje që ende nuk ka mbaruar. Dhe tani, 56 vjet më vonë, ne qëndrojmë me instrumente shumë më të sofistikuara, me teoria shumë më të avancuara, me të dhëna shumë më të shumta. Por pyetja mbetet. Pse hëna por jeta, nëse ekziston, nuk ka asnjë detyrim ndaj biografisë son? Mendoni se çfarë nënkupton kjo konkretisht? Kur Charles Darwin formuloi teorinë e evolucionit, ai e ndërtoi atë mbi vëzhgimin e jetës toksore, mbi milionat e llojeve të ndryshme që pati mundësi të studioj ose të dëgjoj. Por ajo teori, sado e fuqishme, është teori e jetës si ne e njohim. Ajo nuk na jep asnjë garanci se jeta si fenomen kozmik duhet të ndjekë të njëjtat rregulla. Nëse nën sipërfaqen e Marsit ekziston diçka gjallë, ajo mund të jetë kaq e ndryshme nga çdo gjë toksore sa instrumentet tona aktuale nuk do ta njihnin fare, do ta lehtësonin si zhurmë, si anomali, si gabim kalibrimi. Kjo mundësi nuk është spekulim fantashkencor, është kufizim logjik i metodologjisë son aktuale, i pranuar hapur nga biokimistët që punojnë mbi konceptin e jetës alternative, siç janë Gerald Joyce i Institutit Salk dhe Steven Banner i Fondatës për Kimikate të Aplikuara Evolucionare. Ata kanë demonstruar në laborator se sisteme kimike bazuar mbi arsenik dhe silikon, jo mbi fosfor dhe karbon, mund të replikohen dhe të rriten. Replikimi dhe rritja janë dy veçoritë themelore që biologjia i kërkon jetës. Nëse këto sisteme alternative janë të mundshme teorikisht dhe laboratorikisht, atëherë pyetja nuk është më vetëm nëse ka ujë të lëngshëm në Mars. Pyetja bëhet, apo kërkojmë në vendin e duhur me instrumentet e duhura duke bërë pyetjet e duhura? Dhe kjo pyetje, e bërë me ndershmëri të plot, ka një përgjigje të dhimbshme. Ndoshta jo. Ndoshta misionet tona marsiane janë si një njeri që kërkon qellësin e humbur vetëm në ndrit, jo sepse qellësi është aty, por sepse aty e sheh. Kemi dërguar instrumente për të zbuluar kimikate organike karbonike, sepse ne jemi organizma karbonike dhe na duket e natyrshme. Kemi dërguar detektues uji, sepse uji është tredësi e jetës dhe na duket universal. Por universi nuk ka detyrimin të ndaj preferencat tona biokimike. Gjëja më e afërt, më e studiuar, më e njohur, mund të fshehë thellësi që ne nuk i kemi prekur. Që çdo gjë që mendojmë se e dim, mund të na befasojë. Që universi është gjithmonë më i pasur, më i thellë, më i çuditshëm se sa e imagjinojmë. Dhe kur hëna dridhet përsëri për shkak të një meteor që bie, për shkak të një eksperimenti që ne do të bëjmë, për shkak të forcave që ne nuk i kuptojmë plotësisht, dikush diku në tokë do të dëgjojë atë dridhje. Do ta regjistrojë me instrumente, do ta analizojë me algoritme, do të mundohet ta kuptojë. Dhe ndoshta do të hasë në të njëjtën pyetje që ne hasëm 56 vjet më parë. Pse zgjat kaq gjatë? Pse nuk ndalon? Çfarë po na mungon? Dhe kjo pyetje do të vazhdojë për dekada, për breza, për shekullin që vijnë, sepse disa pyetje nuk kanë përgjigje të thjeshtë. Disa enigma nuk zgjidhen me një eksperiment të vetëm. Disa mistere kërkojnë jo vetëm instrumenta më të mira, por mënyra krejtësisht të reja të menduarit. Dhe ndërsa e presim atë ditë, ndërsa e kërkojmë atë kuptim, ndërsa e ndjekim atë horizont, hëna do të vazhdojë të na shikojë, në heshtje, në qetësi, duke mbajtur sekretin e saj, duke na ftuar të pyesim, duke na sfiduar të mendojmë,
duke na kujtuar se në fund të fundit, pyetjet që nuk mund të përgjigjen janë ndoshta më të rëndësishme që mund të bëjmë. Sepse ato na mbajnë të zgjuar, ato na mbajnë kurioz, ato na mbajnë njerëzor. Dhe kështu qëndron historia jonë me hënën, jo si një histori suksesi ku çdo mistër zgjidhet, por si një rrëfim i pafund të kërkimit, si një dialog midis pyetjeve tona dhe heshtjes së universit. Si një kujtesë se dia e vërtet nuk është grumbullim faktesh, por vetë dije gjithnjë në rritje, se sa pak kemi kapur nga pëllhurës e pafund e realitetit. Ka diçka profundisht njerëzore në këtë. Ne jemi specia e vetme që e dim që nuk dim. Ne jemi krijesat e vetme që shqetësohen për kufijtë e njohurisë sonë. Një gur nuk pyet pse ekziston. Një pemë nuk shqetësohet për misteret e fotosintezës. Një yll djeg hidrogjen pa pasur nevojë ta kuptojë fizikën bërthamore. Por ne, qenie të vogla në një planet të vogël, që rrotullohemi rreth një ylli të zakonshëm në periferinë e një galaktike mes miliarda të tjerave, ne pyesim, ne kërkojmë, ne dëshirojmë të kuptojmë, dhe kjo dëshirë na ka çuar larg, na ka çuar në majat e maleve për të vëzguar yjet, na ka çuar në thelësitë e oqeaneve për të zbuluar forma jete të panjohura, na ka çuar në sipërfaqen e hënës, 388.000 kilometra larg shtëpisë. Na ka çuar të ndërtojmë teleskop që shohin fillimin e universit. Na ka çuar të ndërtojmë përshpejtues grimkash që zbulojnë strukturën e materjes. Na ka çuar të hartojmë genomin, të deshifrojmë kodin e jetës, të kuptojmë evolucionin. Por me çdo hap përpara, me çdo zbulim të ri, me çdo pyetje të përgjigjur, tereni i panjohjes zgjerohet, horizonti largohet, misteret thellohen, dhe ne gjendemi jo më afër fundit të udhëtimit, por thellë më në brendësitë të tij. Sikur alpinist që arrin në majën e një mali vetëm për të zbuluar që ka një mal edhe më të lartë prapati, dhe pastaj një tjetër, dhe pastaj një tjetër, dhe vargmalet nuk kanë fund. Por alpinistët nuk ngjiten sepse presin të arrijnë malet e fundit. Ata ngjiten sepse vetë ngjitja i bën të gjallë, sepse pamja nga çdo majë e re zbulon peizazhe që nuk i kishin imagjinuar, sepse procesi i përpjekjes, i zbulimit, i tejkalimit të kufive të tyre është vetë kuptimi, jo destinacioni, por udhëtimi, jo përfundimi, por vazhdimi. Kështu është edhe me shkencën, kështu është edhe me kërkimin ton për të kuptuar hënën. Ne nuk e studiojmë atë sepse presim që një ditë do të dimë gjithçka. Ne e studiojmë atë sepse çdo zbulim, çdo matje, çdo të dhënë e re na tregon diçka që nuk e dinim. Sepse çdo enigmë e zgjidhur hap porta për enigma më magjepse. Sepse vetë akti i pyetjes, i kërkimit, i habitjes na bën atë që jemi. Dhe kur në vitet që vinë, kur astronautët e Artemisit do të ecin përsëri në sipërfaqen hënore, kur do të vendosin instrumentet e reja, kur do të dërgojnë të dhëna që ne nuk i kemi pasur kur më parë, ata do t'jenë duke vazhduar këtë traditë. Tradicionalin e kërkimit, traditën e pyetjes, traditën e habitjes përballë asaj që nuk e kuptojmë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ata do të gjejnë diçka që nuk e presnim. Diçka që do të na detyrojë të rishikojmë gjithçka. Diçka që do të hap një kapitull krejtësisht të ri në kuptimin ton të hënës, të tokës, të universit. Ose ndoshta do të gjejnë vetëm konfirmim të asaj që tashmë e dyshojmë, që hëna është më e çuditshme, më komplekse, më e pasur në mistere, se sa kur nuk kemi imagjinuar. Por çfarëdo që të gjejnë, një gjë mbetet e qartë. Udhëtimi nuk do të përfundojë. Pyetjet nuk do të mbarojnë. Misteret nuk do të zhduken. Sepse çdo përgjigje që kemi gjetur në historinë e shkencës ka qenë vetëm një hap drejt pyetjeve më të thella. Çdo dritë që kemi ndezur ka zbuluar errësira më të mëdha përreth. Çdo copë të vërtet që kemi prekur na ka treguar se sa e pafund është okeanin i panjohjes. Dhe kjo nuk është arsye për dëshpërim. Kjo është arsye për shpresë, sepse nënkupton që udhëtimi nuk do të mbarojë kurrë, që do të ketë gjithmonë male të reja për të ngjitur, horizonte të reja për të arritur, mistere të reja për të zbuluar. Që çdo brez do të ketë pyetjet e veta, që çdo epokë do të kontribuojë pjesën e vet në mozaikun e pafund të kuptimit njerëzor.
Kështu që kur shikoni hënën, sonte, nesër, çdo natë që vjen, mos e shikoni vetëm si një trup qiellor. Shikojeni si pasqyrtëve të udhëtimit njerëzor, të dëshirës son për të kuptuar, të guximit ton për të pranuar që nuk dim, të përullësisë son përballë madhështisë së realitetit, të kurreshtjes son të pashuar. Dhe kujtoni që ajo dridhje, ajo rezonancë, ai tingull si zile e zbrazat që jeon për orë në përbrendsinë hënore, nuk është vetëm një anomali fizike, është simbol. Simboli gjithë asaj që nuk e dim, Simboli gjithë asaj që mbetet për të zbuluar. simboli faktit që universi edhe në pjesën më të njohur të tij, edhe në trupin qiellor më të afërt, fsheh thellësi që ne akoma nuk i kemi arritur. Dhe kjo në fund është bukuria më e madhe e gjithçkaje. Jo që dim, por që kërkon. Jo që kemi arritur, por që vazhdojmë. Jo që kemi zgjidhur enigmën, por që enigma ekziston dhe na fton të pyesim, të mendojmë, të habitemi përgjithmonë. It të butë, të reflektuar nga dielli. Duket kaq e qëndrueshme, kaq e njohur, kaq e kuptuar. Por tani e dini, në brendësinë e saj, në thellësi 10 kilometrash nën sipërfaqen e ftohtë, ka diçka që ne nuk e kuptojmë. Ka një strukturë që nuk përputhet me modelet tona. Ka një mënyrë të dridhjes që sfidojnë fizikën tonë. Ka një sekret që nuk e kemi zbuluar. Dhe kjo njohuri nuk e bën hënën më pak të bukur. Përkundrazi, ajo e bën atë më magjepse. Sepse tani e dim se edhe gjëja më e njohur, edhe objekti që kemi parë çdo natë të jetës son, Edhe trupi qiellor që kemi vizituar me njerëz, mbetet në një kuptim i panjohur. çdo herë që një astronaut i Apollos e çte në sipërfaqen e hënës, çdo herë që një rover kineze lëviz në kraterin von Karman, çdo herë që një satelit fluturon mbi polusin hënor, ne jemi duke eksploruar një botë që mendojmë se e njohim, por që na habit vazhdimisht. Dhe kjo është mësimet që hëna po na jep. Që njohja e vërtet nuk është eliminimi i misterit, por jetesë me të. Që shkenca e vërtet nuk është arritja e certitudës absolute, por eksplorimi i pafund i panjohjes. Që udhëtimi i të kuptuarit nuk ka destination final, por është vetë procesi i udhëtimit që ka vlerë. Në vitet që vijnë, ne do të dërgojmë instrumente të reja në hënë. Misioni Artemis do të vendosë seizmometra me saktësi të pashembullt. Kinezët planifikojnë të ndërtojnë një bazë të përhershme pranë Polit Jugor. Agjencia Hapësinore Evropiane projekton një rrjet satelitësh që do të hartojnë fushën gravitative me detaje pa precedent. India, Japonia, Izraeli, kompani private, të gjitha kanë plane për të kthyer në hënë. Dhe çfarë do të gjejmë? Ndoshta një shpjegim të thjeshtë që do të na bëjë të habitemi se si nuk e pam më parë. Ndoshta një zbulim revolucionar që do të ndryshojë kuptimin ton të planetave. Ndoshta edhe më shumë mistere, edhe më shumë anomali, edhe më shumë pyetje. Por çfarëdo që të gjejmë, një gjë është e sigurt. Hëna do të vazhdojë të na befasojë. Ajo do të vazhdojë të sfidojë pritjet tona. Ajo do të vazhdojë të na mësojë për rusi, sepse edhe pasi kemi ecur në sipërfaqen e saj, edhe pasi kemi marrë kampione prej saj, edhe pasi kemi studiuar çdo centimetër të saj nga orbita, ajo mbetet në mënyrë thelbësore e panjohur. Dhe ndoshta kjo është mesazhi më i rëndësishëm që çdo enigmë shkencore mund të na jap, që universi nuk është një probleme për tu zgjidhur, por një mister për tu jetuar, që çdo përgjigje që gjejmë hap një peizazh më të gjerë të pyetjeve. Që kufiri i njohurisë nuk është një mur që do ta rrëzojmë një ditë, por një horizont që zhvendoset sa më larg shkohet. Aminticiva të goditje në nëntor të vitit 1969, atë moment kur moduli lunar i Apollo 12 u përplas me sipërfaqen hënore dhe seizmometrat filluan të regjistruar. Atë moment kur shkencëtarët në tokë pritën që dridhjet të zhduken pas disa minutash, por ato vazhduan për orë. Atë moment kur dikush përdori për herë të parë fjalinë që do të bëhej e famshme. Hëna dridh si një zile e zbrazët. Asnjë nuk e dinte atëherë se kjo thënie do të bëhej një enigmë, që do të zgjaste për më shumë se gjysmë shekulli. Asnjë nuk e imagjinoi se ajo dridhje e thjeshtë do të sfidonte modelet tona edhe dekada më vonë. Asnjë nuk e pa se ai moment ishte jo një përgjigje, por fillimi i një pyetjeje që ende nuk ka mbaruar. Dhe tani, 56 vjet më vonë, ne qëndrojmë me instrumente shumë më të sofistikuara, me teoria shumë më të avancuara,
me të dhëna shumë më të shumta. Por pyetja mbetet, pse hëna?